Përshëndetje, zonja e zotrinj, mirë se vini në Skan Live. Për gjatë ditës sot me do të fokusohemi tek situata e përmbytjeve, por çështje rëndësishmja, përgatitja në kohë paqe, në kohë kur nuk ka përmbytje, në mënyrë që të parandalohen kur intensiteti i rreshjeve shumë i lartë sikurse ndodhi për gjatë ditëve të fundit. Ne do të diskutojmë në lidhje me mënyrat që duhet sillen si qytetarët, ashtu edhe bizneset, qeveria shqiptare, investimet që nevojiten dhe shumë aspekte të tjera që na ndihmojnë të parandalojmë përmbytjet, të parandalojmë fenomenet që pam për gjatë ditëve të fundit. Njëkohësisht do të fokusohemi edhe tek situata e turizmit. Jemi në fillim të 2026 dhe pritshmëritë e operatorëve të sektorit janë që të kemi një vit pak a shumë si 2025, pra pranë niveleve rekord. Do diskutojmë edhe në lidhje me risitë e 2026, ku një ndërto është detyrimi i bizneseve në sektorin e turizmit për të pasur POS-et dhe këto do të vendosen deri në qershor të këtij viti. Por kjo përkthehet në kosto më të mëdha nga ana e bizneseve dhe përjedhoi nevojitet një angazhim më i madh edhe i sistemit bankar në mënyrë që kostot të jenë të përballueshme, sepse aktualisht variojnë nga 2 deri në 3% të totalit pagesave që bëhen nëpërmjet POS-eve. Njëkohësisht do diskutojmë edhe në lidhje me paketën fiskale të 2026, sepse ditën e djeshme Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka miratuar, ka firmosur ligjet e paketës fiskale, janë dekretuar në këtë mënyrë dhe hyn në fuqi pas publikimit në fletoren zyrtare. Bëhet fjalë për paqen fiskale, tatimin 10% për fermerët, njëkohësisht edhe disa nisma të tjera mjaft rëndësishme që pritet ndërmerren në vitin 2026. Njëkohësisht do diskutojmë edhe në lidhje me divan. Deri në datën 31 mars është afati që të gjitha ata persona që kanë një pagë mbi nivelin e 1.2 milion lekëve në vit apo 100.000 lekëve në muaj deklarojnë divan, por risia e këtij viti është pikërisht edhe aplikimi për të përfituar një formë kompensimi për shpenzimet e fëmijëve si për ushqimin, ashtu edhe për sa i përket shkollimit. Do diskutojmë për gjitha këto tema vetëm pak momente më vonë. Fillimisht do të flasim për përmbytjet në Shqipëri, situatën e 24 orëve të fundit, ku vendi është përfshirë në mënyrë të veçantë nga temperatura mjaft të ulta. 24 orët e fundit kanë qenë tilla thuajse në të gjithë territorin e vendit, ndërsa temperaturat më të ulta janë regjistruar në vendet malore, si në Korçë, në Kukës, ku kanë shkuar pranë nivelit të -16 gradëve. Megjithatë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile deklaron se Qarqit e Shkodrës dhe Lezhës janë më të prekurat me një sipërfaqe totale të tokave bujqësore në ujë në rreth 1700 hektarë. Gjatë 24 orëve të fundit, vendi është përfshirë nga kushte të paqëndrueshme atmosferike dhe rënje të ndjeshme të temperaturave. Si pasojë, në disa qarqe janë evidentuar problematika të lidhura me përmbytjet, rritje të niveleve të lumenjve, bllokime rrugore dhe rrëshqitje dherash. Qarku Shkodër mbetet një nga zonat më të prekura. Në bashkinë Shkodër, zonat e Obotit dhe Dajçit vijojnë të përballen me rritje të nivelit të ujit si pasojë e prurjeve të lumit Buna dhe Drin, si dhe rritjes së nivelit të liqenit. Rreth 500 hektar tokë bujqësore janë ende në ujë, kryesisht në fshatin Obod dhe njësinë administrative Ana e Malit. Në qarkun Lezhë, përmbytjet kanë prekur kryesisht tokat bujqësore. Në bashkinë Lezhë raportohen rreth 1200 hektar tokë bujqësore në ujë, kryesisht në zonat Baldren dhe Zejmen. Në Zorovic dhe Zejmen, tërheqja e ujit po ndodh me ritme të ngadalta. Qarku Vlorë paraqitet me situatë në përmirësim gradual. Në bashkinë Vlorë, niveli i ujit të lumit Vjos në zonën e Novoselës ka nisur rënje dhe situata po shkon drejt normalizimit. Megjithatë, mbetet në monitorim të vazhdueshëm. Në bashkinë Selenic vijojnë problematikat nga rrëshqitjet e tokës, në fshatin Vajz dhe në disa akse rrugore rurale, ku qarkullimi kryhet me kufizime. Në qarkun Korçë, problematikat lidhen kryesisht me rrëshqitje dherash, prezencë uji dhe dubor në disa akse rrugore. Në bashkinë Maliq, si pasojë e çarjes së argjinaturës së lumit Devoll, janë përmbytur rreth 3600 hektar tokë bujqësore, ndërsa situata po mbahet nën kontroll pas ndërhyrjeve të strukturave përkatëse. Në bashkinë Devoll, pas çarjes së argjinaturës së lumit Oshtic, u përmbytën rreth 270 hektar tokë, por çarja është mbyllur dhe situata është stabilizuar. Sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, forcat e armatosura vijojnë angazhimin në mbështetje të komuniteteve të prekura, veçanërisht në zonat me përmbytje dhe izolime.
Efektivët janë të angazhuar në shpërndarjen e ndihmave ushqimore dhe ujë të pijshëm, mbështetjen e banorëve dhe garantimin e aksesit në zonat problematike, në bashkëpunim me strukturat e mbrojtjes civile dhe pushtetin vendor. Do diskutojmë tani më gjërësisht në lidhje me situatën e përmbytjeve, por çështje e rëndësishmja, çfarë duhet bëjmë për të parandaluar situata të tilla që të prekin vendin tonë në mënyrë të veçantë, zonat që tradicionalisht dihen për ekspozimin e tyre ndaj përmbytjeve. Më gjërësisht, do diskutojmë me zotin Adriatik Balla, gjeograf, autor dhe bashkautor në më shumë se 20 artikuj shkencor dhe në revista shkencore. Së fundmi, është edhe bashkautor i veprës Liçenet Akullnore të Shqipërisë, që është botuar nga Akademia e Shkencave. Zoti Balla, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Edhe në Strish e kemi shtruar pyetjen pse përmbytemi kaq shumë. Është fajon deri diku, është natyra shkaktare, mund të jenë dy jasir situata dhe çfarë duhet bëjmë që është më rëndësishmja për të parandaluar sa më shumë të jetë mundur fenomene të tilla. Po, fenomeni i përmbytjeve në Shqipëri nuk është fenomen i ri, nuk është fenomen aktual, është fenomen i përsëritur. Në literaturën shkencore, jo vetëm shqiptare, por dhe të huaj, Shqipëria përmendet si një nga vendet me rrezikshmëri të lartë sa i takon përmbytjeve. Jo ka shkaqe natyrore kryesisht, por vitet e fundit ka edhe shkaqe me karakter antropogjen, pra për shkak të ndërhyrjeve të gabuara të njerëzit. Siç e dini, Shqipëria është përgjithsisht një territor malor, lumenjtë tanë janë lumenjë të shkurtër, por janë të vrullshëm. Në sektorin e sipërm dhe të mesëm të rrjedhjes së tyre shpejtësia e ujrave është e madhe, por në sektorin e poshtëm të rrjedhjes, pra kur lumenjtë hyjnë në ulësirën perëndimore, thjerësia e territorit drejt detit është mjaft e vogël, për këtë arsye lumenjtë meandrojnë dhe kur ka plota, siç ndodhi edhe këtë vit në gjatë para pak ditësh gjatë shirave intensiv, pothuajse por çdo dimër, kështu ndodh, lumenjt dalin nga shtrati dhe përmbytin sipërfaqe të mëdha toke, zakonisht në mijëra hektar. Pra janë faktorët janë edhe natyror. Kjo ndërhyrja e njeriu është zakonisht me efekt pozitiv, po edhe me efekt negativ. Në Shqipëri ndërhyrjet e njeriu kanë qenë më së shumti me karakter negativ, duke filluar me dëmtimin e madh të pyjeve, me ndërhyrjet në shtretrit e lumenjve, nëpërmjet urbanizimit të pakontrolluar, nëpërmjet bllokimit të hidrovoreve dhe të kanaleve kulluese, e kështu me radhë deri tek menaxhimi dhe administrimi jo i durshëm në mjaft raste. Zoti Balla, po shohim edhe një grafik sqarues në lidhje me rëndësinë që kanë bimët, me rëndësinë që kanë pemët pikërisht në parandalimin e këtyre fenomeneve të përmbytjeve. Sa të rëndësishme janë realisht dhe mendoni se duhet vendosur theksi vëmendja tek pyllëzimi i zonave që mund të jenë të ekspozuara ndaj përmbytjeve? Shiko, në një qendrim të Bashkimit Evropian karshi Shqipërisë edhe në analizat që kanë bërë vetë specialistët evropianë për këtë çështje, Shqipërisë do t'i duhet në 10 vitet e ardhshme, pra deri në vitin 2036, të shpenzojë për mjedisin dhe për të evituar këto rreziqe të larta natyrore, një shifër nga 8 deri në 9 miliard euro, pra një shifër kolosale financiare. Aq sa është buxheti 2026-s? Aq është buxheti. Pra në harkun kohor të një dekade, Shqipëria duhet të shpenzojë shumë para për të sistemuar lumenjtë e saj, për të plotësuar vendin, për të ndërhyrë atje ku ka nevojë në mënyrë që këto katastrofa natyrore, këto dëmtime të mëdha natyrore të mos përsëriten. Sot është data 13 janar. Për koincidencë, me 13 janar të vitit 1963, literatura jonë hidrologjike, stacionet tona meteorologjike kanë regjistruar edhe rekordin që përsëritet një herë në 100 vjet të prurjeve të lumenjve. Në dimrin e vitit 62-63, kjo mendoj se është me interes edhe për dëgjuesit, por pasi janë shifra që përsëriten shumë rrallë. Në dimrin e vitit 62-63 që merret edhe si shembull i përmacave të jashtëzakonshme të volumit ujor, përmbytjet më të mëdha ishin në muajin nëntor dhe dhjetor, përmbytjet më të mëdha ishin në zonën jugore të vendit. Pra
pra në jug të lumit Shkumbin, ndërsa në janar dhe në shkurt ishin në zonën veriore të vendit. Atë dimër pati një anomali, po them kështu, në qendrat barike në Evropë dhe pati një luhatje të madhe të temperaturave nga minimale në maksimale, gjë që solli rreshje intensive, rreshje dëbore të shumta, shkrirjet me njerëzshme të borës dhe një prurje të jashtëzakonshme të lumenjve. Me 13 janar të vitit 1963, lumi Drin në vahun e Dejes ka shkarkuar 4.900 m3 ujë në sekond. Për ta krahasuar me këtë vit, kapaciteti maksimal i Drinit në vahun e Dejes shkoi rreth 2.200, dhe mos gabohem tash nga shifrat, 2.200 m3 në sekond. Pra ishte dy fish, edhe mos më shumë Drini në vahun e Dejes në vitin 1963. I bashkuar me Bunën në atë vit, i matur te ura e Bunës, prurja e lumit Buna ka qenë 1.900 m3 ujë në sekond. Në këtë rast në rrjedhë është futur dhe lumi Kir dhe edhe ujërat e tjera që janë mbledhur gjatë rrugës, ndaj Buna në 13 janar të vitit 1963 ka derur në det më shumë se 7.000 m3 ujë në sekond. Ky është një volum ujë krahasuar me Danubin. Në këtë raste të rralla është e pamundur që shtretërit e lumenjve, jo vetëm Buna, po edhe lumenjt e tjerë të vendit, e kanë të pamundur një sasi të tillë uji që ta përcjellin në det. Për pasojë ndodhin edhe përmbytjet zonave fushore. Në këtë rast njeriu mund të ndërhyjë për të përmirësuar situatën duke bërë të efektshëm sistemin e hidrovoreve. Në sistemin e kaluar para vitit 1990, sistemi i hidrovoreve ka qenë mjaft efikas dhe ka qenë një ndihmë shumë e madhe. Ka pasur hidrovor si ai Hoxharës në Fier që derdhin në det deri në 30-35 m3 ujë në sekond. Në tërësi, në total, hidrovorët në atë kohë kanë ndedhur në det rreth 200 m3 ujë në sekond. Kjo është sa lumi mesatarja shumë vjetore e Vjosës. Mesatarja shumë vjeçare e Vjosës rreth 200 m3 në sekond. Pra një lum i tërë nëpërmjet hidrovoreve shkonte në det. Përveç këtyre ishte me qindra kanale pulluese në të gjithë ulësirën perëndimore. Por ne duhet të kuptojmë një gjë, pas vitit 1990, me hapjen e sistemit, në ulësirën perëndimore u shtua shumë numri i popullatës, pra pati lëvizje të mëdha demografike. Edhe ndërtimet u bën jashtë çdo standardi për të respektuar biznese, ndërtesa ekonomike u bën në ulësirë dhe duke mos marrë mendim ekspertësh. Kjo ka sjell një dëm jashtëzakonisht shumë të madh, gjë që e kemi parë jo vetëm në rastin e fundit në Durrës, në Kneta e Durrësit, por kjo ka ndodhur edhe në Velipoj, ka ndodhur edhe në pellgun e lumit Madh, pra në bregun e Matit, ka ndodhur në zonën e Vlorës e kështu me radhë. Pra ndërhyrjet e njeriu duhet jenë të studiuara sepse përndryshe na presin katastrofa të tilla që janë me pasoja të rënda, madje shpesh edhe në njerëz. Mund të ishte surprizë zoti Balla. Po, patjetër, mund vjoni. Mund vjoni, po. Ju pyes pastaj. Gjithmonë me që jemi tek ndërhyrjet e njeriut, sepse e thamë që përmbytjet në Shqipëri kanë karakter natyror kryesisht, por edhe menaxhimi i prurjeve të lumeve në kaskadën e Drinit mund të menaxhohet më mirë. Kjo kërkon specialistë të aftë, kjo kërkon njerëz të ditur, por patjetër kërkon dhe qendra të specializuara që mbledhin informacionin gjeohapësinor në mënyrë që të bëhen parashikime të sakta, që portat e hidrocentraleve të hapen kur shikohet që në ditët, për shembull në vijim, në 2-3 ditë, në harkor të kenë prurje të mëdha dhe nuk mund të pritet të hapen portat kur niveli i ujit ka, domethënë, kuotat maksimale të liçeneve në kaskadën e Drinit. Pra edhe menaxhimi, sepse pastaj bie që të shtohet përmbytja, kur nëse lëm një portën e liçenit të pahapur derisa ai mbushet plot dhe pastaj kemi prurje maksimale, detyrojmë të hapim portat dhe prurjet akoma më shumë ndihmojnë. Shkarkimet janë të përhapet harta e përmbytjeve. Pra edhe kuotat e shkarkimit duhet të kontrollohen, por për këtë kërkohen specialistë të aftë. Por më së shumti në Shqipëri, këto vitet e fundit përmbytjet janë intensifikuar për shkak të dëmtimit masiv të pyjeve. Ju e dini, Shqipëria është Gjirokastra, mund të ishte ndryshe zoti Balla? Shiko, me që përmendëm atë rastin e dimrit të vitit 1962-63, ju kujtoj që në atë vit në Gjirokastër është regjistruar edhe rekordi i rreshjeve intensive 24 orëshe në Shqipëri, që është afërsisht 300 mm. Pra Gjirokastra ka një karakteristikë që ka sasi të mëdha rreshjesh dhe rreshje intensive në harkun kohor të 24 orëve. Pra është një problematik. Mirë, po më së shumti
përmbytjet në Gjirokastër, sikurse edhe në zona të tjera të vendit, këto vitet e fundit duhet në lidhur me mungesën e efikasitetit në menaxhimin e prurjeve dhe në organizimet të tjera që kanë të bëjnë me urbanizimin. Peshtrirja e urbanizimit dhe urbanizimi kaotik në Shqipëri po sjellin këto dimensione të rënda të përmbytjeve, të hartës përmbytjeve në Republikën e Shqipërisë. Zoti Balla, ju përmendët pak përgjatë fjalës tuaj rëndësinë e kanaleve kulluese dhe kam përshtypjen që bëhet fjalë për kanale kulluese si brenda qyteteve apo fshatrave, por njëkohësisht edhe në përfusha. Ne e dim që çdo fushë bujqësore ka pasur të paktën, mbase edhe ka kanalin ujitës dhe kanalin shkarkues. Funksionojnë aktualisht dhe a janë të rëndësishme në parandalimin e situatave të tilla të tepër të rrezikshme? Patjetër, kjo ishte në një kohë kur bujqësia, se krahasimi ndërmjet dy sistemeve ka mbart shumë vlerë. Secili sistem ka të mirat dhe të këqijat e tij, por në sistemin e kaluar bujqësia kishte një prioritet të veçantë. Ne ishim një vend i izoluar dhe duhej që Shqipëria të prodhonte çdo gjë brenda vendit. Dhe në atë kohë me vite të tëra është bërë një sistem bonifikimi jashtëzakonshëm për të vërtetës. Edhe një punë kolosale dhe mjaft e efektshme. E gjithë ulësira jonë perëndimore ka qenë e sistemuar me kanale kulluese, me e vënd në ujë, e gjitha dhe për këtë merreshin masa. Jo vetëm që u hapën kanalet, por në çdo fillim vjeshte, kanalet pastroheshin. Dhe nuk pritej që të binin shirat dhe pastaj të çojmë me ekskavatorët për të pastruar. Pra, kjo ndodhte më përpara, nuk çohet një kanal kullues do të rri gjithmonë i hapur. Kur masi ndodh përmbytje, kjo s'ka efekt pastaj. Pra, në çdo fillim vjeshte, në të gjithë ulësirën kanalet duhen pastruar. Po kjo është një detyrë edhe e bashkive, themi të vërtetën, sepse edhe pushteti lokal duhet bëndoj shumë në këtë që të mos varet çdo gjë nga emergjenca civile dhe ndërhyrja e ushtrisë. Pra është dhe kjo. Nuk folëm pak, nëse më lejon të flasim pak, sepse dëmtimi masiv i pyjeve është shkaku i përmbytjeve më të mëdha të viteve të fundit. Ju duhet të keni dëgjuar, të gjithë e dim që vetëm gjatë vitit 2024-2025 nga zjarret janë ndjekur rreth 110.000 hektar pyje në Shqipëri. Në vitin 2025 ishte në mos gaboj 56.000 hektar. Pra në arkun kohor të vetëm 2 viteve të fundit janë ndjekur 110.000 hektar pyje. Mendohet sipas Qendrës Europiane të Monitorimit të Zjarreve që janë ndjekur në Shqipëri në këto 25 vjet të fundit nga 300 deri në 500.000 hektar pyje, që i bie rreth 1/3 në mos më shumë e gjithë arealit pyjor të vendit. Tani këto prurje të mëdha të rreshjeve, që janë rreshje të stinës, nuk kanë ndodhur në një hata e madhe që ka rënë, kjo është një pikpamje ime, por sepse ne faktikisht nuk kemi edhe qendra të specializuara të grumbullimit të dhënave. Kur them specializuara, edhe të certifikuara. Më përpara ka qenë Instituti i Hidrometeorologjisë që botonte pothuajse çdo vit buletinin e dhënave hidrometeorologjike. Ne këto qendra që varet nga Akademia e Shkencave, ne këto gjëra sot nuk i kemi. Kemi pak stacione. Shqipëria ka pasur rreth 200-300 stacione meteorologjike të shtrirë në të gjithë vendin. Sot një numër me gishtat e dorës numëron stacionet meteorologjike që kanë mbetur. Për më tepër janë stacione me pajisje të vjetruara dhe që bëjnë mati një herë në ditë. Koha ka ardhur që të kemi pajisje moderne që masin në kohë reale të dhënat e motit dhe çurinë e motit dhe të kemi qendra të specializuara të mirëfillta të certifikuara dhe që të japin një informacion shkencor të besueshëm. Të kthehemi te pyjet. Kjo sasi e madhe e dëmtimit të pyjeve ka sjell edhe efekt menjëhershëm në përmbytjet e viteve të fundit. Pse? Pyjet në një territor ku pylli është 100% i veshur, pra është territori 100% i veshur me pyll, sasia e ujit që hyn në rrjedhje është vetëm 10%. 40% shkon nëpërmjet avullimit dhe 50% të tjera shkojnë të infiltruara në tokë. Nëse një pyll i shkrumbuar nga zjarri ose i dëmtuar plotësisht, pra zhvishet territori, sasia e ujit që hyn në rrjedhje shkon nga 50 deri në 60%. Imagjinon 5 ose 6 herë volumi i ujit i menjëhershëm që hyn në rrjedhje. Këtu nuk ka asnjë lloj shtrati që ta përmbajë të volum uji, është e pamundur. Prandaj neve duhet të pyllëzojmë vendit, që të kemi më pak përmbytje dhe jo vetëm kaq, por që të kemi edhe burime ujore të qëndrueshme.
juve keni vënë re që neve gjatë gjithë verës ne nuk kemi ujë. Pse? Sepse ky ujë i cili duhet shkonte i filtruar në tokë dhe të shkonte më pas në burime, të rrithte ngadalë në rrjedh, ky shkon menjëherë në rrjedhën e lumit dhe nuk depozitohet në një farë mënyre. Përpasoj kemi shtërrim të burimeve sepse pylli është i jashtëzakonshëm në këtë rast dhe pyllëzimi i vendit do ishte një hap i jashtëzakonshëm jo vetëm për të mirën e mjedisit, por edhe për të evituar këto përmbytje të rënda që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Sa kohë duhet, zoti Balla, që të gjenerohet një pyll i cili është djegur në 2024 apo 2025? Po kjo varet shumë nga territori ku ndodhet pylli, varet nga lloji pyllet e tjerë. Pyet zakonisht duan një hark kohor me dekada, ndonjëherë edhe pyet alor duan edhe shekuj që të bëhen. Juve vini dëmtimin masiveve pyjore që kanë ndodhur, pyjeve halore që kanë ndodhur në Lur, po edhe në mjaft vende të tjera. Shqipëria ka pasur pyje kolosale. Ju kujtoj Giovanni Lorenzoni ka bërë një regjistrim edhe disa studime për Shqipërinë e asaj periudhe rreth vitit 1940 dhe na ka lënë mjaft të dhëna për pyjet e Shqipërisë në Alpe, në vargun malor të Lurës, në Martaneshë, në Librazh, në Tukat të Vlorës, në Voskopoje, me radhë. Ai quan pyjet jashtëzakonshme, pyjet mrekullueshëm, pyjet të bukur, përdoret termi pyjet të bukur. Juve e dini që Lura, atë bukuri që kishte me pyjet e saj të famshëm të pishave të Bredhit, nuk ekziston, është dëmtuar shumë. Ka një qasje për të rikuperuar deri diku, por kjo është e vështirë, do shumë kohë. Patjetër. Dhe duhet flasin më shumë duhet flasin specialistë për katës. Edhe një pyetje, zoti Balla, në lidhje me situatën brenda qyteteve. Mund bëhet e njëjta gjë pra menaxhimi më i mirë i ujrave pavarësisht kaosit ndërtimeve? Jemi ende në kohë për ta menaxhuar në një farë mënyre situatën edhe brenda qyteteve. Ne patëm përmbytje në Durrës, kemi pasur në Shkodër, në Lezhë, në Vlorë, kryesisht via bregdetare e jona. Duhet të ndajmë përmbytjet që vinë për shkaqe natyrore në ulësirën perëndimore nga përmbytjet në zonat urbane. Përmbytjet në zonat urbane nuk janë për shkaqe natyrore. Përmbytjet në zonat urbane ndodhin për shkaqe krejtësisht antropogjene, pra që lidhen me njeriu dhe me mungesën e aftësisë për ta menaxhuar si duhet ujë. Ne folëm diku e prekëm, po e përsërisim që shkaqet e përmbytjeve në zonat urbane lidhen kryesisht me infrastrukturën, e cila infrastrukturën e filtrimit të ujrave, e cila është e vjetruar, është e amortizuar në mjaft qytete, në nën tokë, ka tubacione dhe ujrat e shkepit që janë të amortizuara. Nuk dihet se sa vite janë vënë. Ne shohim nga pjesa e jashtme që mund të bëhet në një rregullim, por në nën tokë janë shumë gjëra të amortizuara dhe uji nuk ka ku shkon, një sasi e madhe uji që e tham neve që futet 4 deri në 5 herë më shumë ujë në rrjedhje për shkak të dëmtimit të bimësisë. Dhe infrastruktura e dëmtuar është një nga shkaqet kryesore. E dyta është përdorimi i keq i asaj që ne e quajmë planifikimi urban dhe menaxhimi i tokës urbane. Ka një teshtrirje të urbanizimit në Shqipëri. Dhe jo vetëm kaq që ka teshtrirje të urbanizimit, pra betonizim masiv, por është dhe kaotik, është i çrregullt, jo i organizuar mirë. Ujrat në qytete nuk kanë ku deportojnë. Prandaj futen në për shtëpi, futen në për magazina, futen në për ndërtesa ku ka aktivitet ekonomik, sepse nuk është planifikuar mirë kullimi. Një tjetër element janë mbetjet. Kam përshtypjen që mbetjet janë ndërlidhura me qytetarin, me individin, sepse edhe ai kam përshtypjen ka një peshë në këto përmbytje apo në shkaktimin e këtyre përmbytjeve. Mendoni kështu? Po, patjetër. Shiko, kjo lidhet me atë që ne e quajmë edukim ekologjik. Ky edukim ekologjik merret në shkollë që në moshë të vogël. Dhe për këtë duhet bërë një punë e madhe në vijimësi në sistemin arsimor. Qytetarët, ne duhet gjithmonë të krijojmë një qytetar të përgjegjshëm, që mbeturinën e hedh në vend i caktuar, nuk e hedh në kanal. Përmbytjet në Durrës, në knetin e Durrësit nxorën pa dhe këtë element. Por kjo nuk është vetëm në Durrës, është në pothuajse në të gjitha qendrat urbane. Kjo është një hedhjeve masive. Por në jetën e përditshme ne e dimë që pusetat nëpër qytete bllokohen shpesh nga mbeturina, letra, karton, plastik e tjera, të cilat hidhen nga qytetar
në këtë rast mund të them qytetar të papërgjegjshëm, se nuk mund të fajsohet shoqëria për këtë, shoqëria duhet edukuar. Por unë prapë i mshoj asaj që pushteti lokal duhet të bëjë më shumë në prag të ardhjes së periudhës së lagët, të stinës së shirave, parë të merren masa paraprake që të pastrohen pusetat, të pastrohen kanalet, në mënyrë që të mos të jepet asnjë shkak ujrave që të krijojnë një përmbytje masive. Ne folëm pak për infrastrukturën e dëmtuar, pak më përpara, folëm pak dhe për përdorimin e keq të territorit. Ju e dini, ka një betonizim masiv nëpër qytete dhe ka një paksim të sipërfaqeve të gjelbërta. Duhen specialistë të aftë që jo vetëm të ketë planifikim urban, pra që mund të rritet një qytet, por krahas rritjes së qytetit me ndërtesa, me infrastrukturë ekonomike, rrugore etj., duhet të ketë edhe përgatitjen e terreneve të duhura për akumulimin e ujit. Duhet që kjo sasi e kolosale uji që bie gjatë periudhës lagët në Shqipëri nëpërmjet shirave, duhet të administrohet atje ku bie shiu. Pra të ndërtohen ujëmbajtës, të ndërtohen në zona apo stafat për akumulimin e ujit, në mënyrë që uji të mos shkojë gjithë në rrjedhje. Edhe në zonat urbane mund të krijohen nëpërmjet parqeve, prandaj është ajo që e politikës së gjelbërt që zakonisht e përmendim, të ndërtohen sa më shumë parqe në zonat urbane në mënyrë që të thithet uji, të mos kalojë gjithë në rrjedhje. Kjo është një politikë e efektshme. Ndërsa në lidhje me hedhjen e mbeturinave vend e pa vend, por edhe në çdo formë, sidomos në kanalet kulluese në ulësim perëndimore, kjo ka sjell dëme të jashtëzakonshme dhe për këtë duhet menduar, ju e thatë mirë, që qytetarët unë vetë po jap një rast kur isha në para disa vitesh në Kryeqytetin e Bunës për efekt shkencor, për efekt studimi, atje në Velipoj, pranë lagunës së Vilunit, është një familje që kishte ndërtuar një shtëpi buzë kanalit. Dhe vetëm ka gjithë ato materialet inerte që gjatë punës së shtëpisë kishte hedhur në kanalin mbrapa shtëpisë. Dhe aty më shkoi mendje më një herë dimri i parë sa të vinte, shira e parë, ai ishte në terras, ai vetë përmbytet. Ishte i pari. Sa i thonë të vetë përmbytesh. Ai kishte bllokuar kanalin pranë shtëpisë tij dhe uji ku do shkon, do për shtëpinë e parë, shtëpinë e tij do të përmbyte. Për këtë duhen edhe udhëzim me përkatëse nga pushteti vendor dhe nga struktura të tjera, nga institucione të tjera. Pra e tham, duhet edukim ekologjik, duhet edukim mjedisor. Mund të bëhet shumë në këtë drejtim. Zoti Balla, njëkohësisht një tjetër kërcënim mbase, shqetësim, është edhe erozioni që vjen nga deti. Ne kemi parë qoftë edhe në rrethinat e Durrësit, në Golem, në lagunat që janë si ajo e Patokut, edhe më tutje deri në Velipoj, deti gjithmonë më shumë po gryen tokë. Është një proces normal ky apo edhe këtu mund të marrim masa? Fenomeni i erozionit dhe sidomos i erozionit të plazheve nuk është vetëm fenomen shqiptar. Abrazioni detar ka prekur sektor mjaft të gjerë edhe në vende të tjera të botës. Pothuajse 70% e plazheve të botës janë sot në tërheqje. Kjo ka shkaqe natyrore, ka dhe shkaqe natyrore të përgjithshme, globale, por ka dhe shkaqe natyrore lokale, ashtu si ka dhe shkaqe të tjera që kanë karakter antropogjen, pra që lidhen me ndërhyrjen e njeriut. Ju e dini nga shkrirja e akujve, rritet niveli i oqeanit botror. Mendohet që gjatë 100-150 vjetëve të fundit të jetë rritur me 10 deri në 15 cm. Por temperaturat e larta që kanë shoqëruar vitet e fundit dhe që vinë vazhdimisht duke u bërë vera më të thata me temperatura më të larta, mund të çojnë në shkrirje më të madhe të masave akumullore dhe përpasoj edhe rritje të nivelit të oqeanit botror. Për vende si Shqipëria, që ka një ulësirë bregdetare me kuota të ulta mbi nivelin e detit, madje ka dhe sektor nën nivelin e detit, një rritje sado e ndjeshme nivelit të detit, të oqeanit, sjell përmbytje masive në ulësirën bregdetare dhe përpasoj dhe tërheqje të tokës, pra një erozion në rritje. Por unë jam marrë me këtë çështje sepse kam pasur edhe temë doktorature, edhe erozioni i plazheve në Shqipëri ka më së shumti shkaktar faktorët antropogjen, pra që lidhen me ndërhyrjen e njerëzit. Kjo ndërhyrje ka konsistuar në marrjen e inerteve në zallishtoret, në sektorët e mesëm dhe të poshtëm të rrjedhjeve të lumejve, mat, seman, shkumbin, vjoth. Kjo është lidhur edhe me ndërhyrjet e gabura në vetë vijën bregdetare.
shpesh edhe në ndërhyrje për të devijuar gërgderdhjet e lumenjve. Mati për shembull është devijuar. Ndërtimet që përmendëm është këtu dhe me ndërtimet kaotike përgjatë vijës bregdetare të pa studiuar. Në vitin 1980, nga analizat e bëra deri në atë kohë, në Shqipëri depozitimi me gryerjen kishin raporte 3-1. Pra 1 gryej, 3 depozitoj. Vitet e fundit, ky raport është zvogluar aq shumë sa ka shkuar në 1.5, 1.7 me 1, madje besohet që me kalimin e kohës ky raport të kthehet në të kundërt, pra që do dominoj plotësisht gryerja dhe jo mbathja. E tham, është një fenomen i përbotshëm, por në Shqipëri po merr për masa të frikshme për shkak të ndërhyrjeve të pastudiuara të njerëzit. Në rajonin që prek zona e lumit të Drin, efekti i gryerjeve lidhet edhe me një shkak tjetër që ka të bëjë me hidrocentralet, pasi materiali aluvional që përmbajnë lumenjt, që duhet ta derdhin det, se ju duhet ta dini, ushqimi i plazheve janë lumenjt e vendit. Pavarësisht ai nënshtrohet veprimtarisë detare, por ushqimi vjen nga lumenjt, prurja e ngurtë e lumenjve. Duke qenë se në zonën në pellgun e lumit të Drin, në shtratin e lumit Drin janë ndërtuar disa hidrocentrale, ky material aluvional nuk shkon në det në përmatën e duhura dhe përpasoj është prishur ai bilanci. Dhe në këtë rast dominon gryerja mbi depozitimin. Prandaj dhe në sektorin e influencës punës dhe të Drinit ka tërheqje masive të bregut. Edhe në pyetjet e fundit. Ndërsa në sektorin e lumit Seman, sidomos në deltën e Semanit, ka një avancim të tokës në kurrizë të detit, pasi Semani, për shkak të pellgut të tij i mbledhës kryesisht nga terrigjen, ka një prurje të madhe të ngurtë dhe ka përballuar deri tani atë. Por ka dhe sektor si për shembull mes Semanit dhe Vjosës, një sektor i ndërmjet e tyre që është në tërheqje intensive, te Semani i vjetër, plazhi i Semanit vjetër, aty deti ka përparuar në tokë më shumë se 1 kilometër me një ritëm shumë të madh erozioni. Edhe në pyetjet e fundit, zoti Balla, në lidhje me botimin më të fundit liçenet akullajore të Shqipërisë, kemi një pasuri realisht? Faleminderit që më pyetet për këtë, sepse kjo është një çështje që lidhet shumë emocionalisht, për të cilën edhe kemi punuar shumë vite, bashkë me profesor Qeriazin dhe një koleg tjetër, kolegun Fusha. Një punë e madhe, e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, por që ja dolëm. Liçenet akullajore të Shqipërisë janë një pasuri e madhe natyrore e vendit, e cilat duhet trajtuar me kujdes. Ne kemi 223 liçene akullajore dhe karstiko akullajore në të gjithë Shqipërinë. Më së shumti janë të shtrirë në zonat magmatike të vendit, kryesisht Malsinë e Martaneshit, në Balgjaj, në Lur, në Valamar, në Shebenik dhe në zonën e Gashit, në Sylbiz dhe Dobërdol në Tropoj, por ka dhe këta zakonisht janë të grupuar, por ka dhe liçene të shpërndar, karsto akullajor në Alpet e Shqipërisë, në zonën në jug të lumit Devon, deri në Gramoz dhe në krahinën malore jugore. Pra janë 223 liçene akullajore, për të cilëve 77 liçene janë në gjendje shumë të mirë, të mëdhenj, të mirë, të mbajtur, të ruajtur. Rreth 44 liçene janë të rrezikuar, por që mund të rikuperohen ose po them kështu mund të mirëmbahen, dhe rreth 102 liçene të tjerë po shkojnë drejtarjes përfundimtare për shkak të ndryshimeve të klimës dhe për shkak të ndërhyrjeve të gabuara të njerëzit, dhe mes tyre edhe një nga ato dëmtimit masiv të pyjeve, pasi dëmtimi i pyjeve ekspozon shpatin, pellgun e mbledh se ekspozon ndaj rreshjeve intensive. Rreshjet marrin materialet dhera e tjera dhe i depozitojnë në fundin e liçenit. Kjo pastaj sjell kalimin e tij nga një liçen në Moçal dhe pastaj përfundimisht në Livadë. Dhe shumë liçene të tilla akullajore që kanë ekzistuar para 100 vjetësh, para 200 vjetësh, po shkojnë drejt një tharje të pashmangshme dhe ky është një rrezik real. Por liçenet akullajore të Shqipërisë janë pasuri e madhe që do t'i vlejë vendit në të ardhmen për turistët. Natyrisht ata kërkojnë trajtim të kujdesshëm, nuk duhet ndërtuar pranë tyre. Është e pamundur, kjo është e pamundur, por njerëzit mund t'i shikojnë nga afër, mund të shikojnë, kanë bukuri prallore. Malet tona mbajnë pasuri të mëdha, thesare shumë të çmuara dhe liçenet akullajore janë një prej tyre. Shpresojmë se do t'i shfrytëzojmë ashtu si duhet. Zoti Balla, ju falenderoj për këtë intervistë që thatë në studion e televizionit Skan, ditë mbar në vijim.
Faleminderit, gjithë të mirat. Faleminderit. Ndërkohë ne do të vjojmë me tjera informacione. Amerikanët do ndërtojnë parkun eolik në vendin tonë që shkon në një sasi të konsiderueshme plot 600 megawatt në Tropoj. Kryeministri Edi Rama tha se në harkun e 12 muajve, pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv, ky park do të vihet në prodhim, ndërsa zënës kryeministrja Belinda Balluku i tha kompanisë amerikane certifikatën për ndërtimin e këtij parku. Amerikanët do të ndërtojnë parkun eolik 600 megawatt në Tropoj. Gjatë një ceremonie ishin të pranishëm kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministrja, një herësh ministër i infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, si dhe Nancy Van Horn, e ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë. Zëvendës kryeministrja Balluku i dha kompanisë amerikane CWP certifikatën për ndërtimin e parkut eolik të Tropojës. Sipas kryeministrit, parku eolik është dëshmi se Shqipëria po ecën drejt një të ardhmeje energjetike të fortë dhe të qëndrueshme. Dhe në harkun e 12 muajve, pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv, ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura. Koha kur Shqipëria duhet dalë në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit. Ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit për të blerë energji, po energji e shitur jashtë vendit për të sjellë më shumë të ardhura për ekonominë. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Në fjalën e saj, zëvendës kryeministrja dhe njëkohësisht ministre e energjisë Belinda Balluku tha se ky projekt nuk është një rastësi, por rezultati politikave të studiuara dhe strategjisë së ndjekur. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie dhe për të thënë të drejtën kur vjen tek parqet eolike, dua ta them këtu dhe dua të përgëzoj CWP-n për të gjithë intensitetin me cilin ka punuar, për bashkëpunimin që ka pasur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim edhe për vështirësitë që ka hasur gjatë punës, pasi duhet të thënë që parqet eolike kanë një vështirësi më të madhe gjatë studimit dhe padyshim gjatë ndërtimit të tyre. Qoftë kjo për shkak të zonave, korridoret e erës në Shqipëri ndodhen mbi lartësinë 120 metra, pra flasim për zona kryesisht kodrinore dhe mbalore, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që për të ndërtuar një projekt të tillë ka nevojë për një kohë ngjizje që quhet koha e studimit 4 stinore, ose ndryshe 12 muaj. Pra janë projekte të cilat kërkojnë një kohë të gjatë implementimi, studimi, por nga ana tjetër, sigurisht, pasi ato ndërtohen ashtu siç duhet dhe me gjithë studimet e duhura,
kanë impakt të jashtëzakonshëm në energjinë dhe si rrjedhojnë në ekonominë e një vendi. Në fjalën e saj, zëvendës kryeministrja u shpreh se vetëm në kohët e fundit mbi 1.5 miliard euro investime private janë në proces në sektorin e energjisë. Aktualisht, Shqipëria po investon në linjat e transmetimit që lidhen me të gjithë fshinjët tanë. Është përfunduar thuajse e gjithë linja që shkon deri në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëria është një nga vendet më mirë të lidhura në sistemin e transmetimit. Do të shohim tani shkurtimisht ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku vjet re një rritje lekë të dollarit amerikan në raport me lekun, ndërsa euro vjon qëndrueshmërinë pranë nivelit të 96 lekëve, gjithmonë flasim në blerje në tregje ndërkombëtare. Ndërkohë, dollari është gjendur në presion pikërisht për shkak të hetimeve ndaj shefit të rezervës federale Jerome Powell, që sipas tij janë të iniciuara nga presidenti amerikan Donald Trump. Këto zhvillime janë reflektuar edhe në tregun e brendshëm valutor dhe sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98, në mëngjesin e sotëm dollari amerikan blihet në 82.3 lekë, ndërsa shitet në 83.3 lekë. Euro vjon tjetë e pandryshuar për gjatë ditës sotme, blihet me 96.1 në blerje, por ka humbur 100 darkë në shitje në 96.9 lekë, duke humbur nga rreth 97 lekë që kuotohet ditën e djeshme. Franga zvicerane blihet me 103, shitet me 104 lekë, ndërkohë paundi britanik blihet me 110.6, shitet me 111.6 lekë. Dollari kanadez blihet me 59.2, shitet me 60.4 lekë. Përsa i përket dollarit australian, kjo monedhë blihet me 54.8, shitet me 55.8 lekë. Jeni japonez blihet me 0.5, shitet me 0.54 lekë, ndërkohë lira turke është e pandryshuar, blihet me 1.86, shitet me 1.96 lekë, dhe juani kinez blihet me 10.97 dhe shitet me 11.8 lekë në mëngjesin e sotëm, sipas agjencisë së këmbimit valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut të brendshëm. Do të rikthehemi tani sërish në zhvillimet kryesore nga vendi. 1 në 4 emigrantë, sipas disa dhënave, kryen studimet jashtë vendit. Përvoja e emigrimit po luan një rol gjithnjë më të rëndësishëm në rritjen e kapitalit njerëzor të shqiptarëve, veçanërisht përmes arsimit dhe përvojës ndërkombëtare të punës. Të dhënat tregojnë se një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve shqiptarë zgjedhin të ndjekin arsim të lartë ose të fitojnë aftësi profesionale jashtë vendit, duke përmirësuar perspektivat e tyre në tregun e punës. Më shumë se 1/4, 27% e emigrantëve aktual që zotërojnë një diplomë të lartë e kanë përfunduar arsimin universitar jashtë Shqipërisë, një përqindje dukshëm më e lartë krahasuar me emigrantët që kthehen, ku kjo shifër është rreth 10%. Ky dallim sinjalizon një rritje të emigrimit për qëllime arsimore, sidomos tek brezat më të rinj. Paralelisht, rreth 60% e emigrantëve raportojnë se kanë rritur kapitalin e tyre njerëzor përmes përvojës ndërkombëtare të punës, e cila shoqërohet me përfitime konkrete në paga pas kthimit në Shqipëri. Të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç rezultojnë grupmosha më aktive në ndjekjen e arsimit jashtë vendit. Rreth 20% e emigrantëve dhe atyre që janë kthyer në këtë grup mosh kanë arritur nivelin e tyre më të lartë të arsimit jashtë Shqipërisë, ndërsa tendenca e studimeve jashtë vendit bie ndjeshëm me rritjen e moshës. Më shumë se 1 në 3 individ të kësaj grup moshe ka përfunduar arsimimin e lartë jashtë, ka pasqyron rritjen e lëvizshmërisë studentore, mundësitë për bursa dhe emigrimin e synuar për studime. Arsimi i lartë mbetet niveli dominues i studimeve jashtë vendit për emigrantët aktual. Pothuajse 1 në 4 emigrantë nën moshën 30 vjeç janë aktualisht të regjistruar në institucione arsimore jashtë Shqipërisë, duke përforcuar rolin e emigrimit si një pjesë për ndërtimin e karrierës akademike dhe profesionale. Nga këtë hap 29% ndjekin studime të arsimit të lartë, ndërsa 36% janë të regjistruar në arsimin e mesëm të lartë, duke treguar qartë orientimin e të rinjve drejt kualifikimeve më të avancuara. Në tërësi, të dhënat tregojnë se emigrimi nuk është vetëm një lëvizje ekonomike, por edhe një investim afatgjat në kapitalin njerëzor, nga i cili përfitojnë si individët ashtu dhe ekonomia shqiptare në perspektivë. Ndërkohë, një udhëzim i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që është publikuar në fletoren zyrtare përcakton se pas çdo ndryshimit pronarit të mjetit do të kryhet kontrolli teknik. Referuar dokumentit, zbatimi do të nisë nga data 1 dhjetor i këtij viti, ndërsa theksohet se ky kontroll mund të kërkohet edhe në rastet kur mjeti ka kryer mbi 160.000 kilometra. Pas çdo ndryshimi të pronarit të mjetit do kryhet kontroll teknik. Ndryshimet parashikohen në një udhëzim të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që është publikuar në fletoren zyrtare, por që do nisë zbatimi nga data 1 dhjetor 2026. Sipas tij, pavarësisht nga data e kontrollit të fundit teknik të mjetit,
Autoriteti kompetent përkatës mund të kërkojë nga ai që të nënshtrohet një kontrolli teknik para frekuencës përkatëse, kur ka ndryshuar titullari i certifikatës së regjistrimit të automjetit. Po ashtu, ky kontroll mund të kërkohet edhe në rastet kur mjeti ka kryer 160.000 kilometra. Paralelisht, udhëzimi përfshin dhe parashikime të reja, sa i takon shkëmbimit të informacionit me vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tyre, autoriteti kompetent, nëse është e zbatueshme, përdor platformën e Komisionit Evropian për shkëmbimin e informacionit me të dhëna mbi certifikatat e kontrollit teknik dhe leximit të odometrit midis autoriteteve kompetente të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, inspektorët e qendrave të kontrollit, pronarët e mjeteve dhe studiues të aksidenteve, nëse është e zbatueshme, mund të marrin informacion nga platforma të tjera elektronike të Komisionit Evropian mbi historikun e aksidenteve të mjetit dhe informacione të tjera mbi aspektet e sigurisë së komponentëve të mjeteve, të cilat kanë qenë të përfshira në aksidente. Udhëzimi parashikon edhe ndryshime të tjera duke sjellë një riformatim të rëndësishëm të kategorizimit të mjeteve, duke synuar për afrimin e plot me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Sipas dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që nga nisja e fushatës për testimin e drejtuesve në qershor të vitit 2022 janë regjistruar gjithsej 2804 kandidat, prej tyre vetëm 369 drejtues mjetesh ose 13.1% kanë arritur të rifitojnë lejen e drejtimit. Rifitimi i lejes së drejtimit mbetet një sfidë për shumë drejtues mjetesh. Shifra zyrtare tregojnë se jo të gjithë janë të përgatitur për të rikthyer në timon. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar rezultatet e sesionit të radhës të ritestimit për lejen e drejtimit, ku niveli i kalueshmërisë ka qenë i ulët. Nga 43 kandidatë të riregjistruar, vetëm 5 kanë arritur të kalojnë me sukses testimin, duke reflektuar qartë kërkesat e larta që autoritetet kanë vendosur për garantimin e sigurisë rrugore dhe disiplinës në qarkullim. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, që nga nisja e fushatës për ritestimin e drejtuesve në qershor të vitit 2022, janë riregjistruar gjithsej 2804 kandidatë. Prej tyre, vetëm 369 drejtues mjetesh, ose 13.1%, kanë arritur të rifitojnë lejen e drejtimit. Ky proces nuk synon dëshkimin e drejtuesve, por rritjen e standardeve të sigurisë në rrugë. Rregulla strikte dhe kriteret e forta të vlerësimit janë vendosur për të garantuar që në qarkullim të rikthehen vetëm ata drejtues që tregojnë përgjegjësi, aftësi të duhura drejtimi, sjellje korrekte ndaj përdoruesve të tjerë të rrugës dhe njohje të plotë të kodit rrugor. Nga ana tjetër, shumë kandidatë dështojnë për shkak të mungesës së përgatitjes e neglizhencës ndaj rregullave bazë. Ndërkohë, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor u bën thirrje drejtuesve që janë në proces ritestimi të shfrytëzojnë burime zyrtare të përgatitjes, përfshirë simulimin online të testimit dhe aplikacionet e dedikuara në platforma digjitale. DPSHTR thekson se rrugët kërkojnë drejtues të përgjegjshëm dhe rifitimi i lejes së drejtimit është një proces që kërkon përkushtim e ndërgjegjësim. Agjencia Shtetërore e Shpronësimit ka shpallur kërkesën për shpronësimin për interes publik të 13 pasurive që preken nga ndërtimi loti 3 pjesë e segmentit Elbasan-Qafthan. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami infrastrukturës në vendin ton, ndërsa aktualisht është duke u punuar në plot 14 lote. Ndërtimi i korridorit 8 po avancon në shpronësimet e pronarëve që preken nga ky projekt. Agjencia Shtetërore e Shpronësimit ka shpallur kërkesën për shpronësimin për interes publik të 13 pasurive që preken nga ndërtimi loti 3, pjesë e segmentit Elbasan-Qafthan. Kjo kërkesë vjen pas atyre të vitit 2024, teksa vlera totale paraprake e shpronësimit llogaritet në 14 milion lek. Ky është një segment të rësisht i ri me gjatësi 800 metra që përfundon pas urës së re të Murrashit, teksa procesi shpronësimit i hap rrugën vazhdimit të punimeve, duke u lidhur edhe me segmentet e tjerë nga Elbasani drejt Qaftanës. Korridori 8 konsiderohet si projekti bërthami i infrastrukturës në vendin tonë, ndërsa aktualisht është duke u punuar në 14 lote. Më konkretisht në drejtimin nga Elbasani në Qaftan, punohet në 8 lote me gjatësi prej 26 kilometra, teksa ecuria e secilit prej tyre është e ndryshme, ndërkohë që në drejtimin Elbasan-Lekaj punohet në 6 lote të tjerë, që mbulojnë rreth 20 kilometra nga 40.7 kilometra që është në total. Edhe në këto segmente ecuria e punimeve është e ndryshme, por autoritetet kanë deklaruar se punimet kryhen me lehtësi për shkak të terrenit fushor. Pas përfundimit të punimeve, ky aks do jetë rrugë kategorisë B interurbane me nga 2 korsi në secilin krah,
ndërsa referuar dokumentave, shpejtësia e lejuar do jetë në intervalin 90 deri 140 km/h. Referuar shifrave nga Banka e Shqipërisë, norma e kreditave me probleme në muajin nëntor të vitit kaluar u regjistrua në 4.19%, një vlerë më ulët krahasuar me tetorin, por njëkohësisht në vlerat më të ulta historike. Norma e kreditave me probleme vjen të mbetet në nivelet më të ulta, duke reflektuar një sektor bankar të qëndrueshëm dhe një cilësi të mirë të portofolit të huadhënies. Pas një periudhe disa mujore stabiliteti, niveli i kredive me probleme u rrit lehtë gjatë muajit gusht dhe shtator, duke arritur në 4.19% dhe 4.37% nga 4.04% që ishte në korrik. Edhe pse bëhet fjalë për një rritje të vogël, ky zhvillim shënoi ndalimin e prirjes së rëndëse që kishte karakterizuar muajt e mëparshëm. Megjithatë, të dhënat për muajin tetor treguan se trendi i rënës u rikthye përsëri, ndërkohë që edhe nëntori shënon të njëjtën tendencë. Referuar shifrave nga Banka e Shqipërisë, norma e kredive me probleme në muajin e 11 të vitit të shkuar u shënua në 4.19%. Norma e kredive me probleme vijon të mbetet nivelet më të ulta historike, duke reflektuar një sektor bankar të qëndrueshëm dhe një cilësi të mirë të portofolit të huadhënies. Krahasuar me fillimin e vitit, raporti ka luhatje të vogla, duke lëvizur midis 4 deri në 4.37%. Më konkretisht, sipas statistikave zyrtare, viti 2025 nisi me një nivel prej 4.12% të huave me probleme në janar, për të ulur në 4.02% në mars. Më pas, raporti u stabilizua rreth 4% gjatë pranverës, ndërsa në muajt e verës shfaqej një rritje të lehtë. Në sektorin bankar të Shqipërisë, raporti huave me probleme është një tregues thelbësor për të matur cilësinë e portofolit të kredisë së një banke. Këto tregues dëshmojnë se sistemi bankar ka aftësi përballuese ndaj rreziqeve, pavarësisht rritjes së lehtë të kredive me probleme. Në krahasim me vitin 2024, kredit me probleme vijojnë të qëndrojnë në kufirin 5%, një nivel që konsiderohet i shëndetshëm nga Banka e Shqipërisë dhe që tregon përmirësim të qëndrueshëm të cilësisë së huadhënies. Qeveria shqiptare përmes Ministrisë së Mbrojtjes ka arritur ndjeshëm mbështetjen financiare për sistemin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e emergjencave në vend, duke parashikuar fondet posaçme për parandalimin dhe përballimin e fatkeqësive natyrore në buxhetin e vitit 2026. Në zbatim të ligjit për buxhetin e vitit 2026 është parashikuar një fond prej 1 miliard lekësh në formën e transfertës së kushtëzuar, i cili ndahet në 500 milion lekë për investime dhe 500 milion lekë për kompensimin e qytetarëve të prekur nga zjarret apo përmbytjet. Paralelisht 1.5 miliard lekë do të përdoren për financimin e projekteve që lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore, ndërsa 300 milion lekë janë dedikuar për projektet në diga dhe rezervuar. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, fondet e parashikuara synojnë rritjen e sigurisë së qytetarëve dhe mbrojtjen e pronës, por njëkohësisht garantimin e kompensimit për familjet e prekura si dhe forcimin e masave parandaluese për reduktimin e rreziqeve në të ardhmen. Ministria thekson se mbetet angazhuar në forcimin e mëtejshëm të sistemit të mbrojtjes civile dhe në koordinimin ndërinstitucional me qëllim garantimin e një reagimi më të shpejtë dhe më efikas ndaj emergjencave dhe fatkeqësive natyrore. Edhe për gjatë këtij viti, akciza për duanin është rritur me 250 lekë për kilogram, çka ka nisur të reflektohet edhe në çmimin final të paketave që shiten për duanpirësit, ndërsa për vitin 2027 do të hartohet një kalendar i ri. Duanpirësit po përballen me çmime të rritura të paketave. Rritja vjen si rrjedhojë e kalendarit të akcizës për duhanin, i cili është miratuar në vitin 2025 dhe parashikon të një skedul 5 vjeçar për ndryshimin e saj progresiv, me qëllim dekurajimin e duhanpirjes në vend. Janari 2026 është viti i fundit që aplikohet ky kalendar dhe akciza për duhanin rritet mesatarisht 250 lekë për kilogram, çka reflektohet edhe në çmimin final të shitjes me rreth 20 deri në 30 lekë. Deri më 31 dhjetor 2025, detyrimi i akcizës për cigarat apo purët që përmbajnë duhan ishte 7.500 lekë për 1.000 fije cigare, ndërsa nga 1 janari 2026, akciza rritet në 7.750 lekë për 1.000 fije cigare. Ndërsa në strategjinë e fatmesme të ardhurave 2024-2027 është parashikuar hartimi një kalendari të ri për rritjen e nivelit të akcizës së duhanit dhe nën produkteve të tij për periudhën 2027 e në vijim. Në dokument argumentohet se në vendin tonë për disa mallra të akcizueshme, sikurse janë duhanet, nuk aplikohet skema e kombinuar e taksimit,
që përfshin edhe një tarifë specifike akcize për njësi produkti, por edhe një tarifë me përqindje akcize për çmimin e shitjes së produktit. Hartimi i një kalendari të ri për rritjen e nivelit të akcizës së duhanit dhe nën produkteve të tij për periudhën 2027 dhe në vijim ka për qëllim përafrimin me nivelin e akcizës që aplikohet në BE, duke synuar dhe një unifikim të nivelit të akcizës ndërmjet duhanit dhe nën produkteve të tij. 1 në 4 të rritur në Shqipëri konsumojnë duhan apo e thënë ndryshe 25% e popullsisë madhore, duke i shkaktuar vetes dëme shëndetësore dhe ekonomike. Referuar një studimi të bërë nga Organizata e Shoqërisë Civile DSA, vendi ynë ka nivel të lartë duhanpirje, me pothuajse gjysmën e meshkujve, apo 42% dhe 7% në radhët e femrave. Akciza zë rreth 11% të ardhurave tatimore vjetore. Rreth 35% të ardhurave nga akciza sigurohen nga nën produktet e duhanit. Do diskutojmë tani edhe në lidhje me sektorin e turizmit. Sezoni për 2026 ka nisur njëkohësisht, kanë filluar edhe përgatitjet, por ndër tjera, përveç ecurisë sektorit, parashikohen edhe disa ndryshime, sikurse është vendosja e një POS-i ose point of sale, është detyrueshme për bizneset në turizëm që të keni pajisje të tillë deri në qershor të 2026. Ne më gjërësisht do diskutojmë me zotin Zak Topuzi, kryetari shoqatës hoteleri turizmit. Zoti Topuzi, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ta nisim me këtë të fundit që mendohet se është risi për sektorin. Vendosja e POS-eve do të jetë detyrueshme deri në qershor të këtij viti. Si e shikoni? Mund përkthehet njëkohësisht përveç përfitimeve edhe në kosto nëse tarifat do të jenë sikurse janë aktualisht? Në fakt, qeveria kërkon që brenda 2030-s të kalojë një hap me një hap ambicioz dhe kryeministri ka folur qartë, kërkon një Shqipëri ku do të ketë vetëm para nëpërmjet bankave, mos përdoret më kesh. Sigurisht që ky është një premtim ambicioz, po mos harrojmë që qeveria shqiptare ka ndërmarrë disa premtime të tilla për ujë 24 orë e tjerë dhe sigurisht që pavarësisht dëshirës ka vështirësi që lidhen me mënyrën ose më mirë me qëndrimin që ka një popull ka shqip para kesh dhe nuk është e lehtë, sidomos për Ballkanin. Mos harrojmë që Greqia prej 30 e ca vjetësh në BE, vetëm 4-5 vjet e fundit ka filluar përdorimin e kartave në masë, qoftë në supermarketet, në për restorantet, në për baret. Pra është një nisëm pozitive, por ka dhe arsyet e tjera. Unë kam dëgjuar shpesh në ekspert, duke folur për këtë mënyrë në televizione, por nga asnjë nuk kam dëgjuar arsye pse është kjo gjendje. Pra punojësit shqiptar marrin pagat e tyre nëpërmjet kartave të kreditit, por pothuajse të gjithë shkojnë i tërheqin e parë dhe vazhdojnë të punojnë me kesh. Mendoj se disa nga arsyet kryesore që lidhen mund të jetë edhe çështja e edukimit, zoti Topuzi. Urdhra? Mund të jetë çështja e edukimit mbi të gjitha. Shiko, problemi është më i thjeshtë akoma. Pika kryesore është komisionet e larta janë një nga arsyet kryesore për përdorimin kesh në Shqipëri. Mos harrojmë që BE-ja ka kufizon me rregullore të veçanta që në transaksionet bankare me kartën kesh, pra me kartën në dorë, interesat nuk duhet të jenë më shumë se 0,3 deri në 0,6%. Ne kemi 2 deri në 3. Për bizneset përdorimin e kartave. Në rastin konkret në Shqipëri, interesat janë nga 1,8 minimumi për bizneset e mëdha deri në 3,5. Duke bërë gati 500% koston më të lartë se sa në BE. Dhe këtu nuk është faji bizneseve që nuk e përdorin këtë gjë. Një biznes i cili i vogël, një market laje, një bar, mos harrojmë që ne jemi vendi i dytë, midis vendit të dytë dhe vendit të tretë në Europë për numrin e madh të njësive të shërbimit. Gati 160 veta, çdo 160 veta ka një bar në Shqipëri. Dhe fitimet në këto, marzhi i fitimit është diku 7%. Dhe banka bëhet aksioner kryesor
duke marrë me thuajse gjysmën 35% të ardhurave. Pra, duhet filluar nga arsyet që shqiptarët përdorin keshin dhe pastaj të dalësh në përdorimin e tyre. Dhe një nga pikat e tjera, e rëndësishme është dhe konvertimi penalizues. Unë isha para disa muajsh në Vjenë dhe pagova taksin. Konvertimi me euros në banga ma bëri me 123.92 lek. Pra më mori gati 2 fish ndërkohë që euro është gati 90 ca. Dhe nuk është pra faj i shqiptarëve që nuk përdorin kartat e kreditit, qoftë dhe ato që kanë marrë, që marrin rroga. Pra janë disa arsye tjera të cilat në Shqipëri duhet të analizohen dhe duhen të banga e Shqipërisë, nuk është vetëm thjesht një vëzhguese dhe rekomanduese. Ajo duhet marrë politika të veçanta në mënyrë që kartat e kreditit jenë të përdorshme. Unë u interesova dhe kam një shokun tim që kam qenë në shkollë dhe ai punon në bankën në Zvicër. Dhe u interesova çfarë efekti ka përdorimi i kartave dhe heqja e keshit në Zvicër. Dhe ai më tha që janë ulur në mënyrë, domethënë janë ulur jashtëzakonisht shumë interesat e përdorimit të kartave në Zvicër. Përdorimi i kartës, domethënë kartës pra direkte, kur je online në dyqan, kanë shkuar në nivelet 0,03% dhe jo më shumë se 30 cent të merë pavarësisht nga transaksioni. Pra, duhet një kombinim dhe një analizë e qartë e arsyeve pse në Shqipëri nuk përdoret më shumë karta, megjithse pothuajse të gjithë punojësit, qoftë shtetëror, qoftë ata privat, e marrin këtë rrogë nëpërmjet përdorimit të kartave të kreditit. Zotë Topuzi, për këtë arsye, nevojitet mendoni një angazhim më i madh, jo vetëm i qeverisë shqiptare, por Bankës Shqipërisë përjedhoi edhe 11 apo 12 bankave që do të bëhen së shpejti në vendin tonë, sepse ato janë tek e fundit që aplikojnë tarifat, aplikojnë komisionet. Sigurisht që bashkëpunimi i të gjithë hallkave është ndoshta gjëja më e rëndësishme. Ne, domethënë, interesat e poseve, interesat e transaksioneve me posë kanë qenë dhe më të larta, kanë qenë 4.5 deri në 5%. Në disa takime që ne kemi bërë në emër të shoqatës, me drejtuesit e bankave dhe me shoqatën e bankave, arritëm të bëjmë një ulje më deri në këto kufi, pra 1.8 për bizneset e mëdha dhe deri në 3 apo 3.5 për bizneset e vogla. Janë disa hapa që janë në ndërmarrë. Dhe një nga nismat e tjera, bile ka qenë një nismë personale time, është edhe përdorimi i domethënë kartave dhe i shpërblimit, pra i tipsit, nëpërmjet kartave të kreditit. Pra në të gjithë kontinentin, në gjithë botën, pagimi i tipsit, pra i shpërblimit në shërbimin në një hotel apo në një restorant apo në një bar, bëhet nëpërmjet sistemit të pagesave të postit, i cili nuk të detyron që ti të lesh bakshish, por ai të jep opsionin, do të ja japësh apo jo. Dhe ky është një problem shumë i madh për ne që punojmë në shërbime. Duke ditur që të huajt nuk përdorin parat kesh, ai nuk ka asnjë mundësi për të dhënë shpërblim për shërbimi që do të marrë nga kamarieri, nga hoteli, nga taksisti, dhe nuk është ndonjë problem i madh. Unë kam gati 2 vjet që bëjmë transaksione me Ministrinë e Financave, me tatimet, me shoqatën e bankave, të cilët janë të gatshëm dhe kanë të implementuar programin, janë gati për ta zbatuar. Thjesht burokraci, ndrimet e ministrave, ndrimet e drejtorëve të tatime, e fillon bisedën nga e para për ta konvertuar. Është një element i rëndësishëm që ne në shërbim na duhet. Pra, ne nuk mund të pretendojmë të kthehen punojësit shqiptarë që punojnë në Greqi apo në rajon, ndërkohë që ata nuk kanë asnjë mundësi për të marrë shpërblimin apo tipsin
për cilën është një nga elementet e rëndësishëm për të ardhurat e një punonjësi që punon në shërbim. Dhe shpresojmë që këtë fillim vitin mbasi të stabilizohet situata, të bëjmë një ndërhyrje tjetër në institucionet përkatëse për ta implementuar këtë po themi si produkt. Dhe kjo do të bëjë të mundur që një pjesë e mirë e punonjësve shqiptar të kenë mundësi të shpërblehen dhe nga ata turistë që punojnë vetëm me kartë krediti. Njëkohësisht, zotë Topuzi, kam përshtypjen që bizneset që punojnë në sektorin e turizmit janë të avancuar në këtë aspekt, pavarësisht e tarifave të larta. Nëse do të ketë një ulje të komisioneve, kam përshtypjen që të gjithë janë të gatshëm për të investuar aq sa duhet në mënyrë që të shërbejnë më mirë turistëve. Sigurisht që domethënë bashkëpunimi dhe përmirësimi i këtyre kërkesave tona e i lehtëson dhe i jep mundësi që pothuajse të gjithë bizneset të përdorin kartën e kreditit. Mos harrojmë që sot është e pamundur të prenotosh një hotel, një hostel apo dhe një Airbnb pa përdorur një kartë krediti dhe pa marrë të dhënat nëpërmjet të sistemeve të kësaj po themi kësaj mënyre pagese. Por thjesht është problemi që ne duhet i bëjmë të interesuar po themi operatorët që ta aplikojnë këtë mënyrë dhe të mos bëjnë po themi veprime të tilla që shpesh na krijojnë përshtypjen e keqe edhe tek motorët e shitjes, pra ti prenoton me kartë krediti, kur vjen për të paguar i thuhet që karta nuk punon, nuk ka internet, dhe detyron po themi klientin të përdorë mënyra alternative për të bërë pagesën. Apo duke tentuar për të ulur çmimin në rast se ti do paguash cash. Pra shumë e rëndësishme, domethënë një bashkëpunim mes palësh, sepse edhe kjo nuk është një nisëm që do të implementohet brenda një kohë shumë të shkurtër. Dhe iniciativa që ka marrë qeveria brenda 6 muajit parë, prapë është një domethënë e ka brenda edhe atë mundësinë që kjo punë të zgjatet në kohë. Mos harrojmë që një pjesë e mirë e bizneset të vogla duhet paguajnë dhe komisione për posin, pavarësisht se në bizneset e mëdha bankat i sjellin këto pose falas. Pra është një operacion i cili kërkon një qetësi, kërkon një angazhim të gjithë të strukturave dhe roli i Bankës Qendrore është esencial në bindjen dhe në udhëzimet që do të nxjerr për përdorimin e keshit apo për minimizuar keshin, sepse nuk është problemi që ti mund ta bësh deri në 500 euro pagesën cash. Shqiptari do të vazhdojë të përdorë metoda nëse ka një pagesë 1500 euro do ta bëj me tre pagesa. Pra nuk është kjo zgjidhja. Zgjidhja është ta bësh sa më të lehtë operacione dhe sa më pak kosto për atë, domethënë se kryesisht dëmin e merr po themi shitsi, jo blersi. Në kohët e fundit po diskutohet një propozim që ju e keni bërë shpesh. Shteti paguaj detyrimet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit në sektorin e turizmit. Shembulli është Greqia që ju e keni sjell. Ka pasur tjera zhvillime në këtë aspekt? Po, mund të them se është një nga rritjet më të rëndësishme që shoqata jonë ka bërë në strategjinë 2026-2030. Qeveria ka parashikuar subvencionimin e punonjësve sezonal dhe sigurisht që ishte një diskutim i gjatë me ekspertët që u morën me strategjinë dhe së fundi qeveria e pranoi këtë iniciativë dhe shpresojmë që kjo të bëjë një revolucion të madh në konceptin e një punonjësi të turizmit, i cili nuk do jetë më një punonjës sezonal, por do të jetë një punonjës i cili do të ketë një, po themi, do të jetë një profesion specifik, do të ketë mundësi të ketë siguracione dhe pagesë vjetore, do të ketë një punë të garantuar, jo sezonale, dhe do të japë mundësi Shqipërisë që të mos ketë nevojë të marrë fuqi punëtore nga jashtë, por
të rikthej punojësit e saj cilët punojnë në këtë sektor dhe janë specializuar gjatë tyre 30 vjetëve në rajon, kryesisht në Greqi apo Itali, pa diskutuar që edhe Kosova ka marrë një numër të konsiderueshëm ekspertësh dhe punojësit të specializuar në drejtimin e restoranteve, drejtimin e hoteleve, drejtimin e bareve dhe shpresojmë që këtë vit qeveria të parashikojë fondet për këtë lloj kategori punojësish. Ofrojnë qëndrueshmëri për bizneset dhe i bind në një farë mënyre që të qëndrojnë hapur për gjatë gjithë vitit? Sigurisht, janë dhe politika të tjera që ne kemi propozuar dhe shpresojmë që strategjia i ka marrë parasysh, por duan kohë për të implementuar. Një nga problemet kryesore shqiptare është dhe sezonaliteti dhe përmirësimi i politikave të shtetit. Edhe ka dhe një gjë shumë të rëndësishme që shtrirja e turizmit në të gjithë Shqipërinë, pra agrobizneset, agroturizmit, turizmi malor, jo vetëm turizmi i rërës dhe i detit apo turizmi i qyteteve kryesore është dominues. Ekspeditat e nxënësve të shkollave gjatë periudhës jo të sezonit, gjitha këto do t'i japin mundësi që Shqipëria të ketë një turizëm gjithëvjetor dhe kombinimi i të gjithë llojeve turizme sigurisht që i jep mundësi bizneseve të kthehen në biznese të qëndrueshëm dhe agrobizneset, agroturizmit, cilët kanë një zhvillim të rëndësishëm dhe qeveria pretendon që ata të shkojnë deri në 2000 subjekte nga 250-300 që janë sot, brenda kësaj strategjie deri në vitin 2030. Dhe shohim që është e rëndësishme që turistët që po vinë në Shqipëri nuk janë vetëm thjesht turistë të rërës dhe detit, por janë turistë të cilët kërkojnë të eksplorojnë natyrën, kërkojnë të eksplorojnë gastronominë shqiptare dhe esenca e turizmit të vitit 2026, sipas rekomandimeve të ekspertëve të huaj, është të huaj, domethënë turistët duan ta ndjejnë veten si vendali gjatë periudhës që ata do të kalojnë pushimet në vendet jo vetëm për Shqipërinë. Aty ku shkojnë. Rekomandimi botror. Duhet ju krijojmë mundësi turistëve ta jetojnë ato ditë pushime njësoj si vendasit, me eksperiencën qoftë në gastronomi, qoftë në kulturë, qoftë në veshjet, në të gjithë aspektin. Dhe kjo ishte në rekomandimet e fundit një nga pikat më të rëndësishme që Shqipëria duhet ta ketë në vëmendje për këtë sezon. 2025 ishte një vit rekord, zotë Topuzi. Do t'jetë njësoj edhe 2026, pra kemi arritur një maturim të sektorit? Rekomandimi që nga 2018, rekomandimi organizatave botërore të turizmit, por edhe ekspertëve, ka qenë që brenda vitit 2040 numri i turistëve në botë do të dyfishohet. Mos harrojmë që Shqipëria ndodhet në Europë dhe Europa pavarësisht se ka gati 7-8% të globit, përpunon 48% të gjithë turistëve të botës. Dhe rritja ka qenë duhet të jetë diku 7-8% mesatarja dhe ne jemi në mesataren europiane dhe kjo është perspektiva e cila nuk ndryshoi pavarësisht se ndodhi pandemia, pavarësisht se ndodhen luftrat në Ukrainë apo krizat e energjisë dhe elementeve të tjerë. Dhe tregoj që turizmi është një nga sektorët më të konsoliduar sot për sot në të gjithë industritë e tjera dhe nuk u dëmtua nga asnjë lloj po themi ndërhyrjesh dhe problemesh që të paktën ekspertët kishin frikë dhe i kishin vënë me pikpyetje. Konsolidimi i turizmit dhe rritja e numrit turistëve mbas pandemisë ishte një nga sfidat më të mëdha që ekspertët e kishin me dyshim. Dhe kjo tregon që turizmi nuk është më vetëm industri, është mënyrë jetese. Pra çdo njeri tani
ka një, po themi, një program, një plan dhe mesatarisht rekomandimet janë që njerëzit lëvizin 7 deri në 8 herë në vit, ndërkohë që përpara ka qenë 4 deri në 5 herë. Lëvizjet vërtet janë më të ngushta, pra me më pak ditë, por janë me më shumë destinacione. Dhe sot destinacioni ka marrë vlerat më të rëndësishme. Nuk ka të bëj me biznesin, me hotelin. Është shumë i rëndësishëm që destinacioni të marrë vlerën që duhet dhe në rast se nuk arrin dot si destinacion, pra në rast se Tirana bëhet një destinacion, e kupton, përfitojnë që të gjithë. Nuk ka lidhje një hotel është më mirë, ti mund të jesh më keq kur krijohet destinacioni, kur plotësohet destinacioni, atëherë turizmi ecën dhe ne perspektiva e vitit 2026 është pothuajse me të njëjtin progresivitet, 7-8%. E rëndësishme është që po themi problemet nuk janë vetëm shqiptare, pra turizmi i rërës dhe i detit këtë vit ka pasur probleme për jo vetëm Shqipëri. Kjo ndodhi edhe në Itali, në Maltëzi, në Kroaci, në Spanjë, ku pati probleme, pati një stagnacion dhe tregojnë që turistët sot nuk janë më vetëm të interesuar për pushime vere dhe diti. Dhe ka ndryshuar koncepti i pushimeve, pra nuk duan temperaturat e larta, i kanë hequr dorë nga pushimi i muajve gusht, po kërkojnë lëvizje gjatë kësaj periudhe nëpër Alpet dhe ka një rritje të jashtëzakonshme të përdorimit, pra mbi 27% të përdorimit të turizmit malor me campers dhe kjo e diversifikon turizmin dhe nuk e le vetëm thjesht një intensitet madh vetëm për korrikun dhe për gushtin dhe për periudhën e verës. Shqipëria i ka mundësitë për ta përdorur të gjithë llojet e turizmit dhe fakti që turizmi malor po rritet me 2 fish, me shifra 2 fish më të larta se turizmi i rërës apo i detit, tregon që jemi në rrugën e dur. E rëndësishme është që në strategjinë e këtij 5 vjeçari qeveria ka parashikuar përmirësime të dukshme në infrastrukturë, në turizmin e rërës, në turizmin e bardhë, borës, i cili, për të thënë vërtetën, nuk është një turizëm i cili mund të bëhet vetëm nga investitorët, pra duhet i parapri shteti, është turizmi i bardhë, është turizëm për VIP, domethënë është VIP, është turizëm i shtrenjtë, me kosto të lartë, i shtrenjtë dhe kërkon infrastrukturë, kërkon, ne jemi mangët, shpresojmë që këtë 5 vjeçar qeveria ta marrë seriozisht dhe t'i zbatojë ato të cilat ka marrë përsipër vetë në strategjinë e turizmit të 2026-2030-s. Dhe fakti që paketa e maleve lidhet me investime në këto zona dhe kjo është një gjë pozitive. Thjesht duhet avancohen studime, nuk duhet lënë që kjo punë të bëhet nga bashkitë, komunat, por duhet një grup i veçantë ekspertësh të cilët të studiojnë zonat dhe të bëhet një master plan i përgjithshëm për mundësinë e investimeve në këto zona, mos bëhen investime të pa koordinuara, nuk është çështje komunash. Komuna dhe bashkitë apo dhe bashkitë e rëndësishme nuk kanë kapacitete ekspertësh të përgatitur për të dhënë direktiva dhe për të dhënë leje në këto drejtime. Ata thjesht mund të jenë zbatues të politikave apo të këtyre strategjive që duhet bëjnë ekspertët në rang, po themi, qeveritar. Zoti Topuzi, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar. Do të vijmë tani me tjera informacione. Në vitin 2026, tregu i punës në Shqipëri po përballet me një sfidë të re, jo vetëm gjetjen e stafit, por mbajtjen e tij të angazhuar dhe produktiv. Sipas ekspertëve të punësimit, mendësia e punëdhënësit duhet ndryshojë, duke vendosur punonjësin në qendër të zhvillimit të biznesit.
Në 2026, sfida kryesore për punëdhënësit shqiptar nuk është më gjetja e stafit, por mbajtja e tij të angazhuar, të motivuar dhe produktiv. Eksperti punësimit Erion Moxha thekson se ndryshimi duhet të nisë nga vetë mendësia e drejtuesve të bizneseve. Punëdhënësit duhet kemë parasysh në rast të parë ta trajtojnë si partner dhe bashkëpunëtor të rëndësishëm punonjësin e tyre, nga pikpamja profesionale, por sidomos nga ajo njerëzore, ti respektojnë dhe të kenë ndërgjegjen e tillë që të respektojnë kontratën e punës 100% me punojësit, të ndërtojnë një klimë të brendshme sa më miqësore për punojësin, sa më mbështetëse për të që të rritet dhe zhvillohet dhe vetë profesionalisht për te i punës që bën dhe kontributit që jep brenda një sipërmarrje. Kompanitë apo punëdhënësit duhet në radhë të parë të jenë më empatik për karshi punojësit në shpërndarjen e fitimeve shtesë të sipërmarrjes tyre, në formën e rritjes pagave për punojësit apo në formën e shpërblimeve dhe benefiteve të tjera financiare. Respektimi i kontratës së punës, ndërtimi një klime miqësore dhe mbështetëse, si dhe vlerësimi i kontributit të punonjësve për te i detyrave të përditshme, janë element që sot bëjnë diferencën mes një biznesi që rritet dhe një biznesi që humbet burimet njerëzore. Jemi në kushtet ku nuk jemi vonë, por duhet bërë tani ndërhyrja për të trajtuar punonjësit jo vetëm me mundësi perëndimore dhe moderne, por edhe si një mënyrë apo mënyra e vetme për ta mbajtur atë të angazhuar, të aktivizuar dhe produktiv brenda kompanisë, apo për të patur më të lehtë kërkimin dhe gjetjen e punojësve nëse ke një klimë dhe një kulturë të shëndetshme organizative të konsoliduar, që është mënyra më e mirë e PR-it, marketingu dhe promovimit që një punëdhënës apo një sipërmarrje mund t'i bëj vetes përmes klimës dhe infrastrukturës motivuese dhe incentivuese të brendshme që ka karshi punojësve vet. Përfshirja e punojësve dhe ndarja e drejtë e fitimeve shtesë janë tashmë domosdoshmëri. Në një treg gjithnjë më konkurrues, investimi tek njerëzit mbetet mënyra e vetme për të ndërtuar ekipe të qëndrueshme dhe biznese të suksesshme në 2026. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku po merr pjesë në javën e qëndrueshmërisë Abu Dhabi Sustainability Week 2026. Rama ka publikuar në rrjetet sociale foto nga nisja e samitit javës së zhvillimit të qëndrueshëm që organizohet nën kujdesin e veçantë të presidentit Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kreu ekzekutivit është i pranishëm në këtë event me ftesë presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, të cilin e cilëson një mik të madh të Shqipërisë. Ky forum ndërkombëtar bën bashkë kryetar shtetesh dhe qeverish, lider të biznesit dhe shoqërisë civile për diskutuar sfidat dhe perspektivat e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel global. Jemi rikthyer sërish në studio, do diskutojmë tani në lidhje me deklaratën individuale vjetore të ardhurave, e cila deri në datën 31 mars të këtij viti duhet plotësohet nga të gjithë ata individ që kanë një pagë 1.2 milion lek pagë vjetore apo rreth 100.000 lek pagë mujore. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Edin Stefani, ekspert i taksave, njëkohësisht pedagog. Përshëndetje, mirë se erdhët, zot Stefani. Faleminderit për ftesën. Ka paqartësi në lidhje me mënyrën se si do të përfitojnë familjet shqiptare rimbursim 48.000 lek për çdo fëmijë dhe atë vlerën fikse 100.000 lek. Mund të sqarojmë si do të funksionojë dhe sa është përfitimi pa më shumë? Atëherë, në qoftë se një person bën deklaratën e divës, eventualisht portali e çon në një faqe të caktuar, e cila parashikon në njëra nga hapësirat e saj, që emërtohen çështjet e mia, parashikon depozitimin e një informacioni. Informacioni ka të bëjë me numrin e llogarisë personale, me certifikatën personale dhe mundësinë dhe certifikatën personale dhe numrin e llogarisë. Këto janë dy çështje të cilat i depoziton në këto çështjet e mia dhe tatimet teknikisht në bazë të këtij informacioni duhet të nisin lekët në
Te llogaria bankare. Në këtë llogari bankare. Pra, vetë procesi i bërjes së deklaratës është i ngjashëm me bërjen e deklarate të çdo biznesi të caktuar. Portali i tatimeve që aksesohet përmes Albanias është portali i cili vlen si për një SHPK, përgjegjëse për tatim fitimi dhe për TVSH, ashtu edhe për individin. Ka një listë detyrimesh tatimore, në njërin prej tyre individi është përgjegjës vetëm për tatimin personal të ardhurave, ndërkohë që të tjerët, po, pra, flasim përkërisht për këtë gjë, dhe ndërkohë individët e tjerë kanë mundësi, pra, kompanitë të tjera ka një listë për përgjegjësitë tatimore të ndryshme. Kjo është përpilimi i deklaratës. Është shumë formulari. Pra, ky është përpilimi i formularit dhe ndërkohë nëse kthehemi mbrapsht është në këtë portal bëhet regjistrimi i të dhënave tek çështjet e mia i numrit të llogarisë që tham dhe i certifikatës familjare. Po, atë që harrova në fakt ishte që në qoftë se neve kemi bërë ndonjë kurs për gjuhët e huaja, nëse kemi bërë shkollimin e fëmijëve dhe plotësojmë kriteret për të marrë rimbursim për këtë gjë, atëherë ne japim informacion në këtë portal edhe për pagesat e bëra dhe institucionet se ku është bërë trajnimi. Shoqëruar me fatura gjithmonë. Pikërisht. Nuk mund të thuash thjesht e kam çuar në një kurs, por ai kursi edhe mund ta thuash, por çfarë ndodh? Në momentin që ti e thua një gjë të tillë, ty mund të merret një rimbursim automatik, por në një të ardhmen të afërt administrata tatimore vjen të kontrollon për këtë gjë, të kërkon këtë informacion dhe aplikon penalitetet ose mund të ketë probleme edhe për biznesin ku ti e çon fëmijën sepse ai po ajo diskutohet. Në fakt këto janë mekanizma të cilët në fakt e kthejnë individin në një agent tatimor në mbrojtje të interesave të shtetit dhe këto janë shumë të mira. Unë i mirëpres të lloj. Është një formë incentive. Është një formë incentive e cila ndihmon mirë administrimin e detyrimeve tatimore në Shqipëri. Njihet shpenzimi për shkollën private të fëmijëve? Po, sigurisht njihet. Nuk shkon fëmia në shkollë publike, por shkon në shkollë private. S'ka problem. Ajo është shkollimin e fëmijëve dhe nuk madje tek shkollimi i fëmijëve administrata përfshin edhe kurset e gjuhëve tuaja në udhëzim cilësohet një gjë e tillë. Për sa i përket detyrimit tatimor pasaj, kush e kanë të drejtën? Të drejtën e kanë të gjithë pavarësisht. Të drejtën e kanë të gjithë. Kjo është pra që ne duhet ta kuptojmë. Detyrimin për ta bërë deklaratën, e kanë ata që e kanë të ardhur mbi 1.2 milion lek, por të drejtën për të bërë deklaratën e kanë të gjithë. Dhe tu i referojmë atyre individëve të cilët kanë të ardhura nën 1.2 milion lek dhe të cilët duhet ta bëjnë këtë deklaratë me qëllim marrjen e rimbursimit. Që është diçka shumë e mirë. Ndërkohë, zot Stefani, në aspektin teknik, çfarë realisht do përfitojnë, sepse her pas here, mbase edhe nga mediat merret shablon ajo shifra 48.000 lekë përfitime për çdo fëmijë, por realisht nuk është kështu. Mund ta shpjegojmë se si llogaritet ky 48.000 lekë, pra ulet nga vlera e tatueshme, totali i detyrimeve që ne kemi paguar? Detyrimet e dhëna paraprakisht nga, imagjinoni një punonjës i cili punon diku dhe atij mbahet tatimin për të ardhurat personale. Dhe në këtë aspekt ta individ të cilët marrin tatimin, përfitojnë tatimin për të ardhurat, kanë paguar gjatë gjithë vitin tatimin për të ardhurat personale, e eventualisht në momentin që bëjnë këtë deklaratë, një pjesë të këtij tatimit ata ju kthehet mbrapsht. Një pjesë të këtyre tatimit ju kthehet mbrapsht. Çfarë do të thotë kjo gjë? Rasti më i zakonshëm është kjo që individët janë të tatueshëm me 13%, kanë paguar një sasi të caktuar lekësh gjatë vitit dhe kjo sasi e caktuar lekësh është paguar, le të themi, ndaj një page 800.000 lekë gjatë gjithë vitit, 800.000 lekë të reja, paga totale gjatë gjithë vitit e marrë nga ky individ. Dhe në momentin që bëjmë deklaratën, tashmë ne nuk jemi të tatueshëm për 800.000 lekë, por jemi për tatueshëm për 800.000 lekë minus 48.000 lekë. Kjo do të thotë që deklarata llogarit edhe një herë tatimin. Tatimin e llogarit ndaj vlerës 800.000 në rastin që kemi marrë, minus këtë 48.000 lekë. Dhe e shumëzon me tatimin për katës 13%. Pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë lloj përfitimi. Në qoftë se një individ i ka të ardhurat mbi 2.400.000 lekë
e marrë Kastile këtë gjë, sepse këta janë individët të cilët kanë vajtur tek marzhi 23%. Këta persona të cilët bëjnë këtë kërkesë për rimbursim, eventualisht do t'i rimbursohet, do t'i zbresi bat, do të rilogaritet edhe një herë tatimi dhe do të zbresi shuma e madhe 2.400.000 ose 2.500.000 minus këtë 48.000 lekësh dhe eventualisht do të dali një vlerë pak më e vogël, e cila do të rilogaritet nga e para dhe në këtë rast përfitimi është pak më i madh, sepse për çdo të ardhur mbi 2.400.000 lekë ata kanë paguar 23% dhe kjo do të thotë që ai që ka paguar më shumë ka dhe eventualisht një rimbursim pak më të lartë. Pra ne duhet të imagjinojmë formulën në këtë mënyrë. Një deklarat gjatë gjithë vitit me 800.000 lekë ose me 2.500.000 lekë e llogaritur në një mënyrë, një deklarat e dytë e divës e llogaritur me zbritjen tatimore 48.000 lekë dhe rillogaritjen nga e para të tatimit në këtë mënyrë. Dhe tatimi llogaritet në këtë mënyrë, në qoftë se ti ke të ardhura të caktuara, atëherë ty të zbritet, bëhen disa zbritje tatimore, pra si llogaritet gjatë vitit, bëhen zbritje tatimore nëse të ardhurat të tua janë deri në 50.000 lekë, ty të zbritet e gjithë shuma, në qoftë se i ke të ardhurat nga 50.000 deri në 60.000 të zbritet 35.000 lekë dhe mbi 60.000 të zbritet 30.000 lekë. E zgjata pak shumë të shtim, por ideja është që në momentin që është llogaritur ky tatim për pjesën shtesë, është zbatuar një formulë e caktuar me një të ardhur të akumuluar mujore dhe vjetore. Diva në vetvete është një rillogaritje, por në nivelin vjetor. Dhe çfarë do të thotë që e ardhura vjetore minus 360.000 lekë, që është zbritja sipas nivelit 22.1 gërma ABC, që janë ky sapo thash 50.000 lekëshi, 35.000 lekëshi dhe 3.000 lekëshi, pra bëhet një llogaritje duke zbritur këtë pjesë, duke zbritur dhe 48.000 lekëshit, dhe pastaj pjesa që mbetet, nëse është brenda 2.040.000 lekëshit, në vjetore, do të jetë me 13%. Pra ka një rillogaritje nga e para në div të këndvështrimin vjetor të tatimit. Dhe nëse ky tatim eventualisht del më i vogël, sepse ty të shtohet një zbritje pak më shumë, por ti je në segmentin 0 deri në 2.040.000 ke paguar me 13%, eventualisht ty do të përfitosh 13%. Në qoftë se zbritja do të uli segmentin me 23%. Pra 48.000 lekëshi i referohet një personi që është taksuar me 23%, atëherë përfitimi do të jetë më i madh. Vlera absolute, mund ta themi sa mund të jetë për një pagë, atë që morët ju shembull, 800.000 Për 800.000 lekëshin, vlera është 48.000 lekë, herë 13%, i shkon diku tek 6.240 lekë, diçka e tillë. Për fëmijë. Për fëmijë, 6.240 lekë për fëmijë. Te 100.000 lekëshi pastaj për shpenzimet e shkollimit? Po, të njëjtën gjë, atëherë le të themi që duhet kuptojmë që 100.000 lekë nuk është se ne vendosim 100.000 lekë. Ne do të vendosim shifrën që ne kemi. Pra në qoftë se unë kam shpjeguar 68.000 lekë gjatë vitit për shkollimin e fëmijëve, 68-ën do të vendosë, pra unë nuk vendos 100-ën. Atëherë kjo 68 do vendosësh më shumë, është ideja. Por nuk mund vendos më shumë. Pra në qoftë se kam shpenzuar 130.000 lekë, do të vendos vetëm 100.000 në atë moment. Dhe kjo shifër që unë vendos, eventualisht në qoftë se bjen në segmentin 0 në 2.040.000, do të krijojë rimbursime me 13% të vlerës së saj. Në kohë, siç e thash, në qoftë se është mbi këtë shifër, atëherë krijon rimbursime me 23%. Individët e kanë thjesht, pra mundet ta plotësojnë vetin deklaratë të tillë? Është e njëjta. Pjesa më e madhe aty dalin automatikisht. Është e njëjta problematik për të gjithë çështjet. Domethënë, kuptohet, ne tani po i referohemi risia në këtë radhë se ne po i referohemi dhe po ua kërkojmë individëve të cilët nuk kanë bërë ndonjëherë deklaratë. Pra, imagjinojmë një person i cili përsëri pra, siç e tham, 800.000 lekë të reja dhe ai gjatë gjithë jetës nuk ka bërë ndonjë deklaratë. Ai e ka të vështirë bërjen e kësaj deklarate, por ka në YouTube portale të cilat tregojnë informacion, edhe video që ne po shohim më shumë e rëndësishme, aksesohet, jepet një informacion për numrin personal, për kartën e identitetit dhe mbasi ti bën regjistrimin, pra duhet njerëzit të bëjnë regjistrimin për katës, atëherë ata bëjnë deklaratën. Normalisht deklarata ka problematikat e veta, por deklaratat gjithmonë më shumë me zhvillimin e teknologjisë dhe me aplikimin më të madh të teknologjisë, deklarata është bërë automatike. Çfarë do të thotë që është më e lehtë në përpunim. Plotësohen të dhënat personale,
plotësohen informacioni për pagat del në mënyrë automatike, individi duhet të plotësojë të ndërhyjë në deklarat në rubrikën 22 dhe 23 duke plotësuar pikërisht vlerën 48.000 lekë për çdo fëmijë. Automatikisht deklarata del me vlerë negative, pra e mbi paguar do të thotë, pra ti ke paguar për 800.000 lekë, supozohet ke paguar rreth 250.000 lekë tatim, ty tani të del që ke paguar, ke detyrim fakt vetëm 230.000. Ky 20.000 lekë të del negativ, pra që është mbi paguar dhe ky është objekt i rimbursimit. Pra vlera negative që del në fund të deklaratës do të jetë objekt i rimbursimit. Ajo rimbursohet. Normalisht, zot Stefani, është një formë e mirë për të bërë qytetarët të jenë agent, por njëkohësisht një formë incentivimi për ta. Dhe mos është pak komplekse si formë mund gjendet një me thjeshtë? Në fakt, për këtë gjë ndoshta... Për të joshur individet që të jenë agent më aktiv në teren. Po ka një farë kompleksiteti, po unë propozoj të gjithë këtyre individve, ashtu si shbën gjithë bota në fakt, që shkojnë në për zyrat e konsulencës, në për ekonomistët caktuar, dhe bëjnë deklaratën, asistojnë në bërën e këtë deklaratës dhe kush është pak më me njofturi në lidhje me këtë gjë, mund të realizojë edhe vetë deklaratën në vitet në vijim. Por, për këta individet cilët kanë paga të vogla, unë këtë gjë rekomandoj. Minimalisht këtë vit mundet të asistohen nga ndonjë zyrë konsulence, ose nga ekonomisti, në fund të fundit ekonomisti punëdhënës, i punësuar në punëdhënësin e tyre. Pra, ekonomisti që mban letrat mund t'i orientojë në këtë pikë. Me dhe të kuptohet që kjo nuk është shumë e thjeshtë, sepse ka kompani të cilat kanë nga 200 punonjës dhe nuk e shansë bërë 200 deklarata. Po, le të themi që ndoshta ka një farë vështirësie, kërkon asistim herën e parë nga dikush, herët e tjera pasaj është relativisht e thjeshtë. Edhe forma, mbase është komplekse, nuk flasë për software-en apo për mënyrën si është ndërtuar faqja, por mund tjetë me udhës për shembull që të ketë një vlerë fikse në bazë të pagave, sepse djetë kontributi për një pag 800.000 lekë, djetë kontributi për një pag 1 milion lekë. Shiko, është e mundur që të ne të kapim thjeshtësi duke i vendosur detyrimet tatimore për numër individësh. Pra, është e mundur, për shembull, gjithë detyrimet tatimore në Shqipëri të pjesëtohen për numrin e individëve. Mirë po, kjo humbet shumë nga parimet e funksionimit të sistemit tatimor, si që kanë të bëjnë me drejtsin, barazin, etj. Pra, në qoftë se unë kam kryer 60.000 lekë shpenzime për shkollimin e fëmijëve, mua më takon, juve në qoftë se keni kryer 30.000 lekë, ju takon një rimbursim pak më i vogël. Pra, eventualisht kërkohet një farë ndërlikimi, i cili na lehtëson dhe e bën sistemin tatimor pak më të drejtë. Kjo është një balans midis thjeshtësisë dhe agresivitetit ose papërshtatshmërisë së detyrimit tatimor apo variancës, larmisë dhe bërjes më të mirë. Mbase kjo në një farë mënyrë i stimulon njerëzit edhe të kërkojnë disi, pra të jenë më të shkatët në aspektin financiar apo edhe taksave, nuk i çohet një vlerë e thjeshtë fare, por mund bëjnë ca për llogaritje vetë. Po pikërisht, pra, ne pikërisht për këtë gjë po flasim. Ne po flasim që sa të mundshme janë këto për llogaritje. Dhe mënyra se si funksionon deklarata, pra të gjithë ato që unë sqarova në lidhje me 30.000 lekëshin, 35.000 lekëshin, variancat nëse ti je me 13% apo 23%, i llogarit vetë deklarata. Pra, në këtë aspekt ka goxha lehtësi për individët. E vetmja risi kësaj radhe është pikërisht masiviteti i bërjes së deklaratës. Dhe mendoj që nuk ka ndonjë problematik shumë veçantë nëse ne angazhojmë një ekonomist të caktuar. Në total janë rreth hapat e parë. 140.000 individ bëhet fjalë, paka shumë që kanë pagë mbi nivelin e... Jo, bëhet fjalë për të gjithë tashmë, sepse të gjithë punësuarit kanë mundësi. Përfitimet nga fëmijët por flas për detyrimin për të bërë deklaratën janë rreth 140.000. Detyrimi, ata që kanë detyrim për të bërë deklaratën janë një pjesë e bashkësisë, ka një pjesë tjetër e madhe, goxha më e madhe ndoshta, e cila e bën deklaratën ndonë se nuk ka detyrim. Dhe qëllimi është pikërisht për të marrë rimbursimet. Marrë rimbursimet. Njëkohësisht, në opinionin tuaj, zoti Stefani, mendoni se qasja gjithmonë e administratës tatimore ndaj individëve, por njëkohësisht edhe ndaj bizneseve. Mos duhet jetë me thjesht
taksat të jenë më të kuptueshme, detyrimet të jenë më të kuptueshme. Nëse pyesim një individ se sa detyrime i paguan për gjatë një viti apo një muaj, kam përshtypjen që nuk e di. Ose çfarë paguar. Është mëse normale, shoqëria njerëzore është zhvilluar në bazë të specializimit. Pra, nëse mua më duken të lehta bëre një deklarate, për një inxhinier është e lehtë ndërtimi i një pallati. Për mua është gjë. Pra, ne si shoqëri njerëzore në këtë mënyrë jemi zhvilluar. Ekonomist apo ekspert taksat. Nuk është puna se puna është që eventualisht ne kemi duke e njohur pikërisht këtë gjë, ne kemi ndërtuar sisteme të cilat pranojnë dhe marrin të mirëqen faktin që njerëzit kanë aftësi të zhvillojnë minimalisht në njërin prej. Nuk para ka, janë shumë të rrallë njerëzit cilët dinë çdo gjë dhe kështu është ndërtuar sistemi. Sistemi gjyqësor është ndërtuar, ka gjykatës administrativ, gjykatës penale, etj. Pikërisht gjykatës janë të ndarë. Pikërisht pra specializimi. Kështu ne duhet ta pranojmë gjë të tillë dhe duhet të vazhdojmë duke angazhuar këta ekonomistë. Duke marrë gjithmonë asaj. Ashtu siç bën fakt edhe sistemi amerikan, un kam parë videot fillimisht për shumë vite përpara për mënyrën se si bëhen këto rimbursimet dhe ata në fund të videos sqaruese, atë që ne po bëjmë, thoshin pikërisht një gjë të tillë, që shikoj, ju duhet të drejtoni në studion time ose në studion filan etj. Dhe të bëni këto lloj deklaratash. Në vim si dikush që ka prirje pak më shumë, mund ta zbatojë vetë këtë gjë. S'ka asgjë të keqe. Ata që janë të dypunësuar ndryshon gjë apo njësoj? Ata që janë të dypunësuar janë pjesë atyre njerëzve të cilët janë të detyruar ta bëjnë deklaratën. Dhe këta janë paksa më të mirënjohur me procesin e deklarimit, por mënyra se si preken është pak më ndryshe. Sepse të dypunësuarit jo gjithmonë mund të dalin me rimbursim. Pasi çfarë ndodh? Mund të ndodhi që si rezultati i dypunësimit, baza e tatueshme të ngjitet lart, të kalojë në segmente më të larta, dhe eventualisht ti të paguash tatimin shtesë. Pra, nëse ti je me të dy pagat paguar nga 13%. Dhe ti eventualisht si rezultati i bashkimit të pagave kalon në segmentin e 23%-shit, pa rimbursimin e 48.000 lekësh të fëmijëve, ti do të paguaj diçka më shumë në deklaratë. Dhe ekziston ngjarja në të cilën pikërisht ky 48.000 lekësh të kompensojë këtë gjë. Pra mund të ndodhi që ndonjëri nga këta të dypunësuarit të bëjë deklaratën, të vendosë 48.000 lekëshin dhe t'i dali një shifër rimbursimi e papërfillshme, jo në korrespondencë të 13% të 48.000 lekëshit. Pikërisht për të kompensuar njëra tjetër, njëri prej faktorëve që e shton detyrimin tatimor dhe një tjetër që e zvoglon detyrimin tatimor. Zoti Stefani, faleminderit që ishit në studio, faleminderit për gjitha shpjegimet. Faleminderit. Do të qëndrojmë sërish tek administrata tatimore dhe doganore, takimi përbashkët mes titullarëve dhe stafeve të administratës tatimore të Shqipërisë dhe Kosovës, ku është diskutuar mbi çështje kyçe për sa i përket fiskalizimit, digitalizimit, vlerësimit të riskut, hetimit tatimor dhe lufta kundër evazionit fiskal. Shkëmbimi i praktikave më të mira dhe përvojave ndërinstitucionale synon forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe vjueshmërinë e modernizimit të administratës fiskale, duke kontribuar drejt për drejt në një ecuri të garantuar që garanton njëkohësisht qëndrueshmëri në mirë administrimin tatimor, si edhe në përmbushjen e objektivit madhor të qeverisë shqiptare për integrimin në Bashkimin Evropian. Do të flasim tani sërish për sa i përket situatës përmbytjeve në zonën e Shkodrës, ka qenë Bashkia e Shkodrës e cila në përditësimin e situatës për shkak të rreshjeve të shiut dhe motit keq ditëve të fundit, njofton se nga monitorimi vazhdueshëm gjatë natës, por njëkohësisht edhe gjatë orëve të para të mëngjesit, situata hidrologjike në territorin e Bashkisë Shkodër paraqitet me përmirësuar krahasuar me ditën e djeshme, me ulje të nivelit të ujit në zonat e prekura. Në Obot është konstatuar rënje nivelit ujit, aksi rrugor që lidh fshatin Obot me rrugën kryesore paraqitet prezencë uji me rreth 100 cm nga 110 cm që ishte një ditë më parë, duke shnuar një ulje me rreth 10 cm. Aksi vjon monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Mjetet e Bashkisë Shkodër dhe strukturave mbështetëse qëndrojnë edhe sot në Obot nga dishmëri të plot për çdo nevojë dhe për garantimin e aksit dhe ndihmës ndaj banorëve. Varkat janë pranishme edhe sot në teren për të garantuar transport dhe ndërhyrje në rast nevoje.
Bashkia Shkodër njofton se gjatë ditës së djeshme është realizuar furnizimi i banorëve me një kamion. Në Obot ka banesa me prezencë uji në obore, ndërsa deri në këtë momente nuk ka raportime për prezencë uji në brendësitë banesave. Në njësinë administrative Dajç, në zonën Urelat Shirq, është konstatuar ulje nivelit ujit me rreth 10 cm krahasuar me një ditë më parë. Vijon të ketë prezencë uji në kanalet kulluese të tokave bujqësore, po pa depërtuar në banesa. Sipërfaqja e tokës bujqësore me prezencë uji është në Dajç rreth 80 hektar, Velipoj rreth 120 hektar, Ana e Malit rreth 550 hektar, Bërdic rreth 50 hektar. Bashkia Shkodër njofton se totali i sipërfaqes në ujë është rreth 800 hektar. Paralelisht në Shkodër nisin punimet përgatitore për sezonin e ri veror bashkë me Bashkinë Shkodër dhe stafin teknik të portofolit turizmit pranë Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, zhvilluar një takim pune për diskutuar më gjërësisht potencialin turistik të qytetit dhe në veçanti menaxhimin e plazheve dhe të Bregdetit. Në rrjetet sociale, Ministri Gonxha shkruan Shkodra aktualisht administron një sipërfaqe prej 215.946 m2 plazh, nga të cilat rreth 165.742 m2 janë të lira dhe krijojnë një mundësi reale për zbatimin e një projekti pilot me fokus interesin publik dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve. Gjatë diskutimit u theksua nevoja për rregulla të qarta për përdorimin e parcelave, respektimin e standardeve për hapësirë mes çadrave dhe shezlloneve, monitorimin dhe pastrimin e plazheve me masa ndëshkuese deri në prishje kontrate për shkelësit, si dhe kontrollin e çmimeve abuzive në përputhje me shërbimet e ofruara. Po ashtu u trajtuan kërkesat për zhvillimin e kinemave verore, aktiviteteve sportive dhe inovative, certifikimin e rojeve bregdetare dhe forcimin e policisë së Bregdetit në bashkëpunim me policinë bashkiake si një prioritet për garantimin e sigurisë dhe rregullit. Qëllimi është që përmes këtij modeli çdo bashki që administron plazhe të zbatoj detyrimet ligjore në mënyrë të plotë dhe të njëtrajtshme, duke garantuar hapësira më të aksesueshme për publikun, më shumë rregull e transparencë në menaxhim, si dhe standarde më të larta sigurie dhe cilësie për qytetarët dhe vizitorët, shkruan Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, zoti Blendi Gonxha. Do të shohim tani edhe disa nga zhvillimet nga rajoni. Brenda këtij viti priten zhvillime të rëndësishme drejt sigurimit të rolit të Greqisë si porta energjetike e Europës juglindore. Çelësi i gjithë çështjes është aktivizimi i korridorit vertikal që fillon në Greqi dhe përfundon në Ukrainë. Brenda këtij viti priten zhvillime të rëndësishme drejt sigurimit të rolit të Greqisë si porta energjetike e Europës juglindore dhe në veçanti si një pikë hyrje për gazin natyror të lëngshëm që do të gazifikohet dhe kanalizohet në vendet e rajonit përmes sistemit grek. Çelësi i gjithë çështjes është aktivizimi i korridorit vertikal që fillon në Greqi dhe përfundon në Ukrainë dhe në veçanti 3 rrugët me pika fillestare përkatëse nga stacionet e gazit natyror të lëngshëm të Revithusa, Aleksandroupolis dhe pika e lidhjes me TAP, ankandi fundit i mbajtur në dhjetor për të rezervuar kapacitetet në sistemin e tubacioneve që kalojnë nga Greqia në Ukrainë, nuk tërhoqë interes nga furnizuesit që i atribuohet çështjeve ligjore dhe rregullatore. Ankandet që do të pasojnë këtë vit do të jenë teste kritike për zgjedhjen e këtyre çështjeve nga shërbimet kompetente në Bruksel dhe tërheqjen e interesit të biznesit. Megjithatë, çështja lidhet drejt për drejt de facto me angazhimin e Bashkimit Evropian në kuadër të marrëveshjes tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të blerë gaz natyror të lëngshëm, naftë dhe produkte të energjisë bërthamore me vlerë $750 miliardë deri në vitin 2028. Arritja e qëllimit kërkon shfrytëzimin e plotë të korridorit vertikal. Kjo do të thotë që me kalimin e kohës, nëse nuk ka përparim, është e mundur që faktori amerikan të ndërhyjë pranë Komisionit Evropian për të eliminuar çështjet e pasgjedhura. Të njëjtat burime raportuan gjithashtu se së shpejti do të nisë procesi për rritjen e kapitalit aksionar të IPTOS me qëllim sigurimin e fondeve të nevojshme për të financuar programin e investimeve të operatorit. Këto janë investime prej mbi 6 miliardë euro deri në vitin 2030, të përqendruara në zhvillimin e ndërlidhjeve ndërkombëtare dhe vendase, si dhe modernizimin e rrjetit. Gjatë takimit në Indi me homologun e tij Narendra Modi, kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Bashkimi Evropian dhe India mund të nënshkruajnë një marrëveshje tregtisë së lirë brenda këtij muaji. Sipas Merz, Gjermania dëshiron të punojë më ngushtë me Indinë në lidhje me çështjet e sigurisë për të zvogëluar varësinë e kësaj të fundit nga Rusia.
Kancelari gjerman Friedrich Merz deklaroi se Bashkimi Evropian dhe India mund të nënshkruajnë një marrëveshje të tregtisë lirë brenda këtij muaji, pasi u takuan me kryeministrin indian Narendra Modi. Presidentët e Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian do të udhëtojnë për në Indi në fund të janarit për të nënshkruar marrëveshjen nëse ajo finalizohet deri atëherë, tha Merz gjatë një vizite në qytetin perëndimor indian të Ahmedabadit. Më parë pritej që negociatat të përfundonin deri në fund të këtij viti. Megjithatë, sipas burimeve të qeverisë gjermane, ka pritshmëri të larta që një marrëveshje të mund të nënshkruhet në fund të janarit pas bisedimeve shumë intensive midis Merz dhe Modi. Me veçanti Gjermania dëshiron të punojë ngushtë me Indinë në çështjet e sigurisë për të zvogëluar varësinë e kësaj të fundit nga Rusia, deklaroi Merz. Vendet nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për këtë qëllim, përveç marrëveshjeve mbi mineralet kritike, sektorin e shëndetësisë dhe një qendër inovacioni për inteligjencën artificiale. Memorandumet e mirëkuptimit që po nënshkruhen sot për të gjitha këto çështje do të japin vrull dhe forcë të re bashkëpunimit ton, tha Modi në një konferencë të përbashkët për mediat me Merz. India ende punon ngushtë me Rusinë në politikën e sigurisë dhe shumica e pajisjeve të saj ushtarake prodhohen në Rusi. Është gjithashtu një nga blerësit më të mëdhenj të gazit dhe naftës ruse së bashku me Kinën. Gjermania po i bën presion qeverisë indiane që të parandalojë kompanitë vendase nga anashkalimi i sanksioneve ndaj Rusisë dhe të zvogëlojnë importet e energjisë nga Rusia, kërkesa që India deri tani ka refuzuar. Çmimet e naftës mund vjojnë tendencën në rënje përgjatë këtij viti për shkak të tepritës së furnizimit, megjithse rreziqet gjeopolitike do të vazhdojnë të nxisin paqëndrueshmërinë. Çmimet priten të fillojnë të rimëkëmben gradualisht në vitin 2027 me tregun që parashikohet të kthehet në deficit. Çmimet e naftës mund të ulen këtë vit pasi një val furnizimi krijon një tepritje në treg, megjithse rreziqet gjeopolitike të lidhura me Rusinë, Venezuelën dhe Iranin do të vazhdojnë të nxisin paqëndrueshmëri, tha Goldman Sachs. Banka e Investimeve mbajti parashikimet e saj të çmimit mesatar për vitin 2026 prej $56, $52 për fuqi për naftën Brent dhe pret që çmimet e Brent të arrijnë nivelin më të ulët në $54 apo $50 në 3 muajin e fundit, ndërsa rezervat e OECD-s rriten. Rritja e rezervave globale të naftës dhe parashikimi ynë për një suficit prej 2.3 fuqish në ditë në vitin 2026 sugjeron një ribalancim të tregut që ka të ngjarë të kërkojë çmime më të ulta të naftës në vitin 2026 për të ngadalësuar rritjen e furnizimit nga vendet jo OPEC dhe për të mbështetur një rritje të fortë të kërkesës, duke përjashtuar ndërprerjet e mëdha të furnizimit ose shkurtimet e prodhimit nga OPEC, tha Goldman Sachs. Fokusi politik bërësve amerikanë në furnizimin e fortë me energji dhe çmimet relativisht të ulta të naftës do ta mbajnë në kontroll rritjen e qëndrueshme të çmimit të naftës përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit, vunë duke analistët në bank. Çmimet pritet do fillojnë të rimëkëmben gradualisht në vitin 2027 me tregun që do të kthehet në deficit, ndërsa furnizimi nga vendet jo OPEC ngadalësohet dhe rritja e fortë e kërkesës vazhdon, thanë analistët e Goldman në një shënim. Banka e Investimeve prej që çmimi mesatar i naftës Brent të jetë $54 në vitin 2027, megjithse $5 me ulës se vlerësimi i saj më parshëm, duke përmendur përmirësime të furnizimit të vitit 2027 në SBA, Venezuelë dhe Rusi. Goldman tha se pret një rimëkëmbje të konsiderueshme të çmimeve më vonë këtë dekadë, ndërsa kërkesa rritet deri në vitin 2040 pas viteve të investimeve të ulta në ciklin afatgjat me çmimet Brent për periudhën 2030-2035 që arrin mesatarisht në $75 apo $71, $5 në vlerësimin e saj të mëparshëm. Rreziqet për parashikimet e çmimeve anojnë paksa drejt rënjes, duke pasur parasysh një rritje të mëtejshme të furnizimit nga jashtë OPEC-ut, tha Goldman, duke shtuar se nuk pret ulje të prodhimit nga OPEC-u, pavarësisht rreziqeve gjeopolitike dhe pozicionimit të ulës spekulativ. Kërkesa gjithmonë në rritje për bakër po i hap dyert mega marrëveshjeve në industri, ndërsa lojtarët luftojnë për të rritur më tej pjesën e tyre të tregut. Kërkesa për bakër pritet të tejkalojë në këtë mënyrë furnizimin me 25% ose 10 milion ton deri në vitin 2040. Ethet e bakrit po hapin derën për mega marrëveshjet në industri, ndërsa lojtarët gjigant luftojnë për të rritur më tej pjesët e tyre të tregut dhe konkurenca po bën vazhdimisht lëvizje të reja. Kompania më e madhe minierave dhe guroreve në botë, BHP,
është në presion për të përgjigjur me marrëveshje të mëdha blerjesh të vetat, pasi giganti Rio Tinto kërkon të blejë Glencore. Nëse kjo marrëveshje realizohet, do të krijohet një lojtar i ri i fuqishëm në sektorin e minerëve, që do të arrëzojë BHP nga vendi i parë dhe do të ketë një kapitalizim mbi $200 miliardë. Bankerët e huaj thonë se presin marrëveshje dhe blerje të reja të mëdha në sektor deri në vitin 2026. Shtatorin e kaluar, kompania minerare e listuar në bursën e Londrës, Anglo American, njoftoi një bashkim me Teck Resources të Kanadas, duke krijuar një gjigant të ri të fokusuar në bakër. BHP gjithashtu ishte përpjekur të përfshihej në atë marrëveshje. Lidhja e marrëveshjeve mund të ndihmojë kompanitë e metaleve të rrisin prodhimin e tyre më shpejt se sa do të bënin, duke zhvilluar minera të reja bakrit, të cilat mund të duhen dekada për të materializuar. Kërkesa në rritje për bakër aktualisht po nxitet më shumë nga lëvizjet e lojtarëve të fuqishëm për të siguruar më shumë nga ky metal kyç industrial, thelbësor për fuqizimin e teknologjisë së inteligjencës artificiale. Kërkesa për bakër pritet të tejkalojë furnizimin me 25% ose 10 milion ton deri në vitin 2040, sipas parashikimeve të S&P Global. Kjo pritet të ndodhë nëse minerat nuk rrisin më tej prodhimin, gjë që aktualisht duket e pamundur të ndodhë, të paktën në këtë mas. Çmimet e bakrit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rritën me 41% vitin e kaluar dhe kanë vazhduar trendin e tyre në rritje edhe këtë vit. Arsyeja kryesore është shqetësimi se kërkesa për ta ashtu quajturin metal të kuq do të tejkalojë ofertën. Ekziston gjithashtu pasiguri nëse tarifat e reja do të vendosen këtë vit nga Shtetet e Bashkuara për importet e produkteve të përpunuara të bakrit. Kjo i ka bërë aktorët e tregut të nxitojnë për të mbyllur kontratat që tani në muajin nëntor Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara shtoi bakrin në listën e mineraleve kritike që konsiderohen jetësore për sigurinë kombëtare dhe ekonominë, një kategorizim që mund të hap derën për ndihmë federale për të inkurajuar prodhimin. Bakri është shumë i kërkuar si përques elektrik, për hapja në rritje automjeteve elektrike dhe burimeve të energjisë rinovueshme si energjia diellore, ka rritur gjithashtu kërkesën, ashtu si edhe shpenzimet e mbrojtjes për municionet e pasura me bakër. Ky ishte edhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Skan Live. U fokusuam tek përmbytjet, shkaqet kryesore, por njëkohësisht edhe masat që duhen ndërmarrim, investimet që duhen realizuar për të parandaluar përmbytjet që gjithmonë më shumë po bëhen më të shpeshta në vendin tonë, në rajon, por gjithashtu edhe në botë për shkak edhe ndryshimeve klimatike. Njëkohësisht folëm edhe në lidhje me Divan, plotësimin e deklaratës vjetore të ardhurave personale gjatë 2026 për të ardhurat në 2025 dhe detyrimi është që për gjithë personat që kanë një pagë 100.000 lekë në muaj apo 1.2 milion lekë në vit ta plotësojnë deklarat, por mund ta plotësojnë të gjithë ata që duan përfitojnë nga një kompensim për shpenzimet në lidhje me ushqimin dhe shkollimin e fëmijëve. Folëm edhe për sa i përket zhvillimeve në sektorin e turizmit, sepse në 2026, madje deri në qershor të këtij viti, kompanitë që merren me transport, me turizëm e kanë detyrim të vendosin pajisjet POS, këto pajisje që mundësojnë pagesat me kartë krediti. Ky ishte informacioni përgatitur për ditën e sotme. Do të rishihemi sërish nesër si gjithmonë në orën 9:30. Deri atëherë, mirupafshim.